Miqtë të Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore, do ndalemi fillimisht tek drejtësia, ka patur një seri ngjarjesh, është paraqitur fillimisht zonja Monika Kryemadhi duke mbajtur dhe një deklarat për gazetarët, por gjithashtu ka një kërkesë për pretensë për prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka. Për këto dhe tjera do të diskutojmë në lidhje të drejt për drejt me kolegen Alketa Shaba, që i kemi live. Alketa, të përshëndet, çfarë ka ndodhur? Unë po e nis me zonjën Kryemadhi, pati deklaratat forta edhe për njerëzit e Ilir Metës, pak ditë më herët kishim dhe finalizimin e divorcit. Çfarë po ndodh në raportin e tyre me drejtësinë dhe politikën? Të përshëndes, Gjoj, sa i përket paraqitjes së zonjës Monika Kryemadhi ditën e sotme në prokurorin e posaçme antikorrupsion, siç dihet, ditën e sotme është paraqitur në zbatim të masës sigurisë të caktuar ndaj saj nga prokuroria e posaçme sa i përket hetimeve që po kryen prokuroria e posaçme antikorrupsion për zonjën Kryemadhi, për zotin Meta, por edhe për disa persona të tjerë lidhur me dosjen Çezdia me lobimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të ish-LSI-s, por edhe të një hetimi pasuror që tashmë ka nisur ndaj çiftit Meta Kryemadhi, çka ka çuar pikërisht në caktimin e kësaj mase pra letësuese nga gjykatës posaçme antikorrupsion, dhe siç dihet zonja Kryemadhi që për momentit që është caktuar kjo masë është paraqitur gjithnjë përpara oficerëve të Buros Kombëtare të Hetimit në zbatim të saj, pra për të firmosur këtë masë sigurie, ashtu si edhe herë të tjera. Edhe ditën e sotme zonja Kryemadhi pati një prononcim të shkurtër për mediat ku foli edhe për çështjen e divorcit që u zyrtarizua pikërisht pak ditë më parë nga gjykata civile, pra divorcin e saj dhe të zotit Meta, ku siç dihet pra që prej pak ditësh të dy janë zyrtarisht të ndarë. Një kërkesë është paraqitur në qershor vitin 2024 nga kreu i Partisë së Lirisë zoti Meta, ishte ky i fundit ai i cili kërkoi ndarjen nga Monika Kryemadhi, dhe siç thash një procedurë e cila pak ditë më parë u finalizua me pajtimin e palëve që u bë fillimisht dhe më pas me një vendim që u dha nga gjykata civile që ndau zyrtarisht Metën dhe Kryemadhin. Sa i përket mos paraqitjes së zonjës Monika Kryemadhi në seancën që u mbajt në gjykatën civile, kjo e fundit tha se personi që ka iniciuar pikërisht divorcin do të jetë ai që duhet ta komandojë atë dhe nuk ka pse të ishte, po themi, e pranishme apo prezente në këtë seancë, në seancën që u mbajt në gjykatën civile sa i përket divorcit të saj, ndërkohë që e theksoi edhe një herë mbështetjen e saj që ka ndaj zotit Meta, si kryetar apo si president i Partisë së Lirisë, duke theksuar edhe një herë faktin që ajo do të luftojë për të mbledhur vota për kandidimin e zotit Ilir Meta, pavarësisht çështjeve personale që ata kanë bashkë, apo pavarësisht edhe divorcit që siç thash u zyrtarizua pak ditë më parë. Pra kjo gjëja në një farë mënyrë nuk e frenon Monika Kryemadhi që të dalë në terren dhe të mbledh vota për ish-bashkëshortin e saj Ilir Meta, i cili siç dihet që prej muajit tetor të vitit 2024 mbahet në qendrimin e paraburgimit lidhur me hetimin që ka nisur nga prokuroria e posaçme antikorrupsion që unë e përmenda, që për të njëjtin hetim pra po hetohet edhe zonja Kryemadhi me masën e sigurisë detyrim paraqitja. Ishte ky një lloj prononcimi i shkurtër që zonja Kryemadhi pati ditën e sotme, ndërkohë që siç thash, paraqitja e saj vjen në zbatim të kësaj mase sigurie. Nga ana tjetër, sa i përket seancës e cila sapo përfundoi në gjykatën e posaçme antikorrupsion për ish-krye prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, ditën e sotme gjykata e posaçme pranoi një herë edhe kërkesën e tij për të gjykuar me procedurën e shkurtuar, një kërkesë që zoti Zarka e ka bërë në seancën përpara, pra në seancën e kaluar në gjykatën e posaçme antikorrupsion, dhe duke qenë se ndaj tij po themi rëndojnë apo janë ngritur dy akuza nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion, të cilat nuk parashikojnë marrë dënime me burgim të përjetshëm, gjykata e posaçme antikorrupsion, një trup e përbërë nga Erion Çela që ishte kryesuese me antar Bim Ndrecën dhe Rodina Palloj, nuk pranua kërkesa e tij për të gjykuar me procedurën e shkurtuar, duke qenë se akuzohet për korrupsion aktiv, por edhe për ushtrim të ndikimit të palishëm, siç thash, dy vepra penale që u vlerësuan nga gjykata e posaçme antikorrupsion që nuk përbënin, po themi, shkak për të mos pranuar kërkesën që u parashtrua edhe nga avokati i tij mbrojtës zoti Mërtirin. Nga ana tjetër, duke qenë se prokurori i çështjes Klodian Braho kishte përgatitur nga ana tjetër edhe konkluzonet përfundimtare para gjykatës së posaçme, ai shpalli dhe pretensën sa i përket Aurel Zarkës, duke kërkuar nga gjykata e posaçme të shpallet fajtor Aurel Zarka dhe të dënohet me 4
4 vite burg dhe në aplikim të gjykimit të shkurtuar të dënohet përfundimisht me 3 vite burg, siç thash, për veprat penale për të cilat ai akuzohet. Në fakt zoti Braho bëri një lexim të shkurtër të pretendes ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që siç dihet ai ka një proces pa të ndarë nga personat e tjerë ndaj të cilëve prokuroria e posaçme antikorrupsion ka nisur hetimet, ku siç dihet në grupin tjetër janë Radovan Çela, Astrid Vladi dhe Eriona Daupaj, personi i cili kërkohet edhe nga prokuroria e posaçme antikorrupsion dhe është ende në kërkim, ndërkohë që siç dihet është në kërkim po ashtu dhe Astrid Vladi, ndërkohë që Radovan Çela u dorëzua në policinë e Tiranës vetëm disa javë më parë, duke u dorëzuar në këtë mënyrë drejtësisë dhe duke pranuar këtë proces që ka nisur tashmë në gjykatën e posaçme ndaj tij. Ishin disa masa sigurie këto që u lëshuan në verë në vitet të kaluar nga prokuroria e posaçme, siç thash në kuadër të këtij hetimi. Ndërkohë që ne flasim Gjoj, kemi zonjën Albana Vokshi, e cila pritet të mbajë një prononcim për media lidhur me seancën e cila është zhvilluar ditën e sotme po në gjykatën e posaçme antikorrupsion lidhur me një proces i cili ka nisur për shpifje me biznesmenen Vilma Nushi dhe në përfundim të kësaj seance, kjo e fundit do të mbaj një deklarat, vetëm nëse na lejon të largohet pak operatori, në mënyrë që ta kemi edhe deklaratën e zonjës Vokshi, e cila pritet që ta mbaj tani. Mirë, përsi vetëm pak qaste, japim mundësi dhe kolegës të pozicionohet përballë zonjës Vokshi për komendi që do të ketë për mediat se i takon një çështje ku akuzohet për veprën e shpifjes, megjithatë le ta shohim vetë se çka për të thënë. Mirë, nuk e di nëse kemi gati, okay. Gati jemi. Zonja Vokshi, çfarë ndodhi ditën e sotme në seancën? Pra, sot praktikisht filloi gjykimi. Ishte prezent edhe zonja Nushi, ishte prezent edhe zoti Fani, i cili është administrator i kompanisë koncesionare të check-upit Triple Life, së bashku me avokatët e tyre, Artan Ajdari dhe një vajzë tjetër që nuk e njoh. Ju la hapësira zotit Hajdari si përfaqësues i zonjës Nushi për të folur rreth pretendimeve të tyre. Simbas pretendimeve të tyre, unë kam fyer zonjën Nushi gjatë kohës që unë drejtoja komisionin hetimor parlamentar për 2 koncesionet e check-upit dhe të sterilizimit, duke harruar apo duke lënë më njanë qëllimisht faktin që unë kam 10 vjet që e kam denoncuar koncesionin e check-upit, si deputete e Partisë Demokratike, si kryetare e Komisionit për Shëndetësinë, kur unë kam qenë kryetare, e kam denoncuar që në momentin që kanë qenë duke u hartuar dokumentet e këtij koncesioni, e kam denoncuar mënyrën se si është lidhur ky koncesion, i cili ishte qepur, hartuar, bërë gati për t'ia dhënë mikeshës, sponsores, gruas së kushuririt të Edi Ramës. E kam denoncuar gjatë kohës së implementimit që vitin e parë kur u dhanë 111.000 pagesa për analiza check-upi që nuk kishin kryer fare, e kam denoncuar në vijim, e kam kallëzuar në prokurorinë e përgjithshme 2016, e kam kallëzuar përsëri në SPAK në ditët e para të krijimit të SPAK-ut dhe me insistimin tim dhe të deputetëve të opozitës, për aq kohë sa ky koncesion ka një interes të madh publik, unë do vijoj ta denoncoj dhe të flas për njërën prej aferave më abuzive, më korruptive në shëndetësi, që i ka kushtuar shtrenjt qytetarëve shqiptarë. Bëhet fjalë pra për zonjën Vilma Nushi, i cila dëshmon një nga modelet se si shëndetësia vihet në funksion të sponsorëve të kryeministrit Edi Rama. I është dhënë pra një koncesion i cili ka abuzime në çdo hap të tij dhe unë jam këtu, meqense nuk më lanë
sot për të dhënë provat që unë kisha përgatitur dhe kam një mal me prova, kam këto, kam edhe dhe aty, sepse prokurori kërkoi që të ndërpritej seanca, sepse kishte çështje tjera më të rëndësishme se çështja e një interesi kaq të madh publik. Unë sot jam këtu për të dëshmuar se kush është shëndetësia falas, ajo shëndetësia falas që na premtoi Edi Rama në 2013. E mbani mend premtimin e shëndetësisë, ku edhe fitoi zgjedhjet në 2013. Ja t'ju tregoj njërën prej provave që unë e kisha sot me vete, që dëshmon fare qartë abuzimin marramendës të kontratës koncesionare të check-upit. Shifni pak këtu. Vilma Nushi kishte në kontratë për të ndërtuar 20 laborator. Mirë, vjon fjalla e zonjës Vokshi, se i takon procesit të saj gjyqësor. Ne do të ecim më tej. Ndërkohë do të kalojmë në studio për të diskutuar zhvillimet nga drejtësia me kolegun gazetar Eraldo Arlica. Eraldo, shumë faleminderit që je me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Mirë, unë po nis me një nga pikat që raportoi dhe Alketa, se i takon krye prokurorit të Vlorës, zotit Zarka, kërkohet dënim me 4 vite burg. Për çfarë çështje bëhet fjalë? Në fakt, çështjet e zotit Zarka janë shumë të rëndësishme sepse ka pasur pozita drejtuese. Ai ka qenë krye prokurori i qytetit të Vlorës, i cili është një qytet mjaft i nxehtë, edhe ndërkomunikimet që sepse ai është arrestuar për shkak të transkriptimeve të Sky dhe Encrochat, dhe bëhet me dije që vetëm ky ish krye prokuror ka pasur 4 kode në Sky dhe në Encrochat, dhe nga zbërthimi i tyre është bërë mundur që të arrihet edhe tek arresti. Një ndërkomunikim 4 llogari të ndryshme. 4 llogari të ndryshme, 4 kode në Sky dhe në Encrochat. Për mua një ndërkomunikim të rëndësishme që ka pasur ka qenë pikërisht me ish hetuesen e BKH-s, ish oficere në BKH-s, zonja Dauta, e cila bënin marrëveshje me njëri tjetrin për të lehtësuar edhe për të prishur provat. Pastaj edhe një tjetër çështje mjaft e rëndësishme, i cili është përfshirë zoti Zarka, ka qenë po ashtu edhe për grupin e Suel Qeles, për hetimin pasuror të Suel Qeles, i cili mendohet se është influencuar edhe në atë çështje. Është një çështje shumë dinamike, po them, është edhe hermetike në të njëjtën kohë, sepse SPAK ka vendosur mbyllje të çështjes dhe mos publikim të dhënave të kësaj çështje, është shumë hermetike, duke qenë se janë të përfshirë edhe personazhet e tjerë të drejtësisë. Po ashtu është kthyer një ping-pong politik, sepse kujtojmë që zotin Berisha, në momentin që ka ato detyrime të paraqitjeve para SPAK, para gazetarëve, ai shpeshherë ka mbajtur fjalë dhe ka cituar thënie nga kjo dosje apo komunikimin e këtë dosje, duke iniciuar që edhe zoti Taulan Balla është pjesë e kësaj dosje me ato deklaratat e Berishës që her pas here janë kundërshtuar edhe nga drejtuesit e SPAK, edhe në deklarata zyrtare që mos nxjerr sekretin hetimor. Kështu që jam shumë kurioz të di edhe vjueshmërinë e kësaj çështje, sigurisht edhe përfshirjen e personazheve të tjerë, sepse ashtu siç e tha dhe kolegja, zoti Zarka është menjanuar është ndarë në vete nga kjo dosje, ndërkohë që procedimet vazhdojnë për kështu që kam përshtypjen që hetimet janë ende në vazhdimsi dhe mund të ketë edhe elementet e tjera apo personazhet e tjerë të cilët mund të preken nga thellësishmëria e këtyre hetimeve. Ndërkohë, se i takon besueshmërisë së njerëzve të drejtësisë dhe të agjensive ligjzbatuese, foli dhe Dumani një ditë më parë. Çfarë bëri përshtypje? Në fakt, Dumani folën lidhe me raportin që pati SPAK për vitin 2024. Ai sërish në shumë tema që përmendi, përveç pjesës së statusit të prokurorëve që duhet zgjatet, kësaj pikpyetje të madhe që është në lidhje me fatin e tyre pas mbarimit të mandatit nëntëvjeçar, foli sërish edhe për policin. Është në fakt një refren i vazhdueshëm i kryeprokurorit të SPAK, Altin Dumani, në lidhje me marrëdhëniet që kanë me policin. Këtë rrallë munduar të ishte politikisht korrekt, sepse tha që ne kemi bashkëpunim me policinë dhe me uniformat blu për çështje të caktuara, por të njëjtën kohë në çonse lexon mes rreshtave, Dumani tha që ne kemi pasur edhe personazhe të policisë apo oficer të rëndësishëm në grada, të cilët kanë rënë prej hetimeve tona për shkak të përfshirjes së tyre në grupe të strukturuara kriminale. Dhe fakti që emrat të përveçëm, si për shembull po vjen ndërmend Olton Bistri, i cili ka mbajtur role të rëndësishme në radhët e policisë, që sot është pashekur për shkak të përfshirjes së tij në grupe kriminale, apo personazhe të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e këtyre grupe kriminale, patjetër që edhe Dumani në bashkëpunimin që ka me policinë ka pikpyetje. Sipas informacioneve që unë kam, patjetër ka bashkëpunim ndërmjet hetuesve të BKH-s dhe policisë, sidomos për çështje të cilat janë të një rëndësie më të vogël. Ndërkohë që sa i përket çështjeve apo personazheve
me influencë të rëndësishme kriminale, të botës kriminale, apo zyrtarëve të lartë në korrupsion, hetuesit e BKH-s dhe prokurorët e SPAK janë shumë hermetik. Edhe momentin që bëjnë arrestimet apo bëjnë këto sekuestrot pasurore etj, janë shumë të fshehtë dhe vetëm në momentet e fundit ato e përhapin informacionin sepse kanë frikën e dekonspirimeve. Një ndër çështjet që u përfol apo u etiketua si sukses i SPAK në vitin 2024, raportin që ato kanë dërguar drejt Parlamentit të Shqipërisë, ishte edhe fakti që kanë pasur 0 dekonspirime. Edhe në momentin që diçka e tillë pompohet me të madhe, patjetër që është të bën përshtypje, sepse duhet të ishte natyrale diçka e tillë, nuk duhet të ishte sukses. Megjithatë, duhet parë për vitin 2025, sepse edhe SPAK-u ka pasur ato probleme dhe ujërat e veta me këtë problematikën e hakimeve, që ka qenë pjesa e emailëve që kanë dalë akte ekspertimi të ndryshme, edhe është një hetim i cili vazhdon sepse sigurisht duhet parë prapavija, sepse personazhet që zoti Zambaku që është arrestuar nuk mendoj që është koka e kërkimit, sepse nuk mendoj që edhe personazhi tjetër, IT-ja, nuk mendoj që janë personazhe më të rëndësishme, mendoj që ka qenë një sulm i sponsorizuar dhe SPAK-u në këtë moment po heton këtë gjë. Eranda, ndërkohë, Dumani foli dhe për presion nga media dhe politika, thaj. Si e lexon diçka të tillë? Ka të drejtë, s'ka të drejtë? Mendoj që ka drejt, por çdo histori ka dy anë të medaljes. Për sa i përket politikës, mendoj që sulmi politik është evident, sepse krerët më të rëndësishëm të politikës në Shqipëri e kanë sulmuar haptasi SPAK-un. Berisha kërkon shkrirjen, tashmë kërkon riformatimin e SPAK. Në momentin që flet Berisha, flasin edhe personat të cilët janë pranë tij. Zoti Rama ka qenë shumë i ashpër pas arrestimit të Rian Veliaj. Po, por sot tha Dumani është burri i ndershëm, por shpatën e drejtësisë ja dha shumtë. Tani kjo është, prandaj them, momentin që arrestua zoti Velia ishte shumë i ashpër, ishte në të njëjtën retorik me zotin Berisha, më pas zbuti sërish tonet i tërhoqi vëmendjen edhe antarëve të kabinetit të tij që të mos sulmonin drejt për drejt SPAK-un. Tashmë po ecën me idenë që ka meritat kryesore për krijimin e kësaj prokurorie, patjetër mendoj që emën në fushatë elektorale edhe SPAK-u mendoj personalisht që ka qenë opozita më e fortë për pushtetin në këto 4 vite për shkak të arrestimeve dhe personazheve që kanë shkuar atje, dhe sigurisht ka edhe do që të marrë edhe kreditet politike në këtë rast dhe me populizmin e tij të fitojë edhe votën e njerëzve, sepse ajo është qëllimi kryesor. Pastaj kemi pasur zotin Meta i cili Eraldo, po zbutja e Ramës me një nuhatje erdhi nga presioni ndërkombëtar, erdhi nga fushata, ndoshta interesonte më mirë kështu, si mund të shpjegohet? Ajo luhatje e menjëhershme. Zbutja e Ramës, nuk e dia ka qenë agresiviteti i Ramës fasada apo zbutja e Ramës fasada. Nuk e dia ka qenë agresiviteti i Ramës në mbrojtje të Veliajt dhe duke goditur SPAK-un ka qenë i vërtet apo është detyruar për shkak të njerëzve të tij të mbajë njerëzit afër politik me influencë politike, apo kjo zbutje tonë është tani është për shkak të fushatës dhe dëshirës për të qenë sa më afër njerëzve, sepse në perceptimin publik edhe në të gjitha sondazhet të cilat janë bërë në raport me SPAK, besueshmëria është mbi 50% e publikut. Edhe duke qenë se ka një pëlqyeshmëri kaq të madhe, edhe një besueshmëri kaq të madhe, patjetër që Rama përpiqet ta kthejë në interesin e tij politik, në aspekt votash. Kështu që nuk e di kush është i vërteti. Është i vërteti ky që ka simpati për SPAK-un apo ai që mbronte Velian? Kjo është dilema që mendoj se është. Për sa i përket pjesës mediatike. Patjetër që për mendimin tim ka pasur sulm ndaj prokurorëve të SPAK-ut. Në momentin që është arrestuar zoti Velia, mendoj që edhe ndaj prokurorit Olsi Dado ka pasur sulme të cilat janë marrë me jetën e tij personale etj. Në të njëjtën kohë mendoj që edhe SPAK-u në tejkalimin apo në ndërtimin e dosjeve ka pasur raste që ka denigruar edhe personazhet të cilët kanë shkuar përpara hetuesve të BKH-s apo qoftë edhe prokurorëve, sepse ndonjëherë kanë kaluar përtej interesit publik, kanë kaluar edhe përtej faktit të hetimeve mbi akuzën konkrete dhe janë marrë me jetën personale. E dim shumë mirë se sa thjesht është që këto thasha themnaja të rozë të përhapen në media, të përhapen në publik, duke ditur edhe numrin e madh të portaleve. Kështu që mendoj që nëse kërkon media, nëse mendon që mediat kanë sulmuar, që qëndron, në qëtën kohë duhet kesh edhe integritetin pranosh gabimet në lidhje me ndërtimin e dosjeve sa i përket personazheve. Për shembull edhe tek dosja e Veliajt ka pasur momente të cilat mund të ishin shmangur, po edhe në dosje të tjera të personazheve me
influencë në botën e krimit, për shembull, dosja fundit apo gjyqi fundit që po zhvillohet për Nureddin Dumanin ka pasur indicje sa i përket marrëdhënieve personale dhe intime mes personazheve që kanë quar edhe në vrasje. Mendoj që janë ca gjëra që duhet shmangen, sa i përket pjesës familjare edhe pjesës rrës. Pastaj për sa i përket akuzave, secili mbaj përgjegjësi për atë që ka bërë dhe të marrë dënimin e merituar. Era do flasim pak edhe për një arratisje që krijoi goxha zhurmë, flitej për një person nga, po themi, përshkrimet paraprake të dhunshëm dhe me çrregullime të shëndetit mendor, quhet Daud Laze, ka përfunduar arratia e tij, u keni ulumtuar edhe në detaje që bëjnë fjalë për akt ekspertimin. Çfarë të bën përshtypje nga e gjithë kjo situatë? Është dorëzuar, është kapur? Është kapur. Në fakt ai ka jetuar, kishte ndryshuar lukun e tij, edhe ai njihet si një predikues i fesë muslimane, edhe mbante mjekër në momentin që ishte në burgun e Shënkollit. Kishte ndryshuar në Astir, kishte ndryshuar pamjen e tij fizike, megjithatë policia. Ku ishte fshehur? Ai ishte fshehur në Astir, jetonte në Astir atje në banesë. Policët kishin marrë indicje në lidhje me vendoljen e tij dhe pas disa ditësh të cilët e kishin ruajtur, kishin arritur që ta neutralizonin dhe tashmë ai do rikthehet me shumë mundësi sërish në burgun e Shënkollit. Megjithatë, kam arritur të marr aktin e ekspertimit apo momente në arratisjes së Daud Lazës. Në fakt është interesante nëse e shef në aspekt mediatik, por edhe mënyrën se si ka punuar mendja e Daud Lazës, që vendosa në pikë pyetje nëse realisht kishte probleme të shëndetit mendor apo nuk ishte një person me probleme të shëndetit mendor. Daud Laza ka shkuar në burgun e Shënkollit, ka shkuar në dhjetor. Në këtë janar të vitit 2025, aty ka pasur një lehtësim shumë të madh masash. Jo në të shkruar, por gojarisht ndërmjet rojeve, të cilët rojeve të sigurisë. Për shembull, dyert e personave atje, të cilët janë që konsiderohen si pacient sepse marrin trajtimin shëndetësor, nuk mbyllen me çelës. Pra ato kanë qenë dyert të hapura. Dhe secili prej tyre mund të hapte derën dhe mund dilte lirisht. Nuk ka pasur kujdes të brendshëm. Mbylleshin vetëm dyert e sektorëve. Një problematik tjetër që është dhe konfirmuar nga burgu i Shënkollit, në cilën janë këto pacientë, është fakti që kapaciteti maksimal është për 200 shtretër, ndërkohë që momentalisht janë 455 persona, plus minus në varësi të ditëve ndryshme. Daud Laze nuk ka qenë në një qeli të mirëfill. Daud Laze ka qenë në një qeli e cila ishte hapur në mënyrë të improvizuar. Edhe momentin që është arratisur me 3 shtator, 3 shkurt më fal, momentin që është arratisur me 3 shkurt, ai në orën 3:25 ka parë rojen, sepse duke qenë se ishte shkurtuar stafi, një roje mbante 2 ambiente, 2 godina. Firmoste në 2 protokolle që ishte që në këtë moment është shkelje mallore që nga drejtuesit e burgut, pavarësisht se përgjegjësia ka rënë që të punonjësit. Daud Laze ka parë që roja ka kaluar nga njëri sektor, nga sektori i tij te sektori tjetër, ka marrë batanijat, i ka vendosur në shtrat, është krejtësisht sken filmash, ka bërë sikur po flinte gjumë dhe është larguar, ka ndjekur rojen. Ka dalë më pas në sektorin një vend ku pinin ato cigare, ka pirë cigare, e gjitha skema është e filmuar, është kthyer sërish në dhomë pasi ka parë monitorimin e situatës dhe faktin që nuk ka roje, ka marrë librat e tij fetar dhe është larguar. Larguar me qetësinë më të madhe, ka shkuar, kishte studiuar venderojet, sepse në burgun e Shënkollit ka 8 venderoje dhe kishte kuptuar që gjatë ditës aty ishin vetëm 2 venderoje që ruheshin, ndërkohë që gjatë natës ishin 3 venderoje. Ai është larguar nga venderoja numër 4 sepse nuk kishte roje në atë pikë dhe është më afër lumit mat. Nuk më duket si një person që ka probleme të shëndetit mendor. Perfekt në realizimin e arratisjes, ka shkuar në venderoje numër 4, ka kuptuar që nuk është askush, ka marrë një nga këto vend për të hypur në mur, dhe është hedhur më pas në lumin mat, dhe është larguar më pas që kanë kapur në Astir. Me vjen keq, ka pasur mundësi të flas edhe me... Se në deklaratë paraprake thuaj që ka ardhur në një kohë mjekimi, arratisja, diçka e tillë mbaj mend. Jo, nuk është e vërtetë, sepse Tonin Nikolli, cili ka qenë punojës i përgjegjës, nuk ka vënë re. Momentin që ka dhënë firmën në mëngjes të rrethorës 7 kur është bërë ndryshimi i turnave që të gjithë të burgosurit janë në rregull, të gjithë pacientët janë në rregull dhe është menduar se gjithçka është në rregull sepse Daud Laza është menduar se po flinte në gjumë për shkak të këtyre batanijeve. Në momentin që kanë shkuar për t'i dhënë ushqimin, për ta thirrur që t'u sheh, aty e kanë kuptuar që është larguar. Dhe largimi i arratisjes atij ka ndodhur rreth orës 3:25, nuk ka ndodhur në mëngjes. Momentin që kanë shkuar për të dhënë këto medikamentet apo ushqimet dhe prandaj kjo ka qenë detaje që të kujtojnë dhe kontin e Monte Cristos
E gjashme, nuk e di, nuk besoj se e ka lexuar Daut Laza atë. Dakor, por Eraldo, se i takon, po themi, sigurisë dhe elementëve të tjerë të sigurisë në burgje. Kemi parë që nga vrasja deri tek arratisja, ka nevojë të ketë një, po themi, reformim, çfarë mund ndodh, apo është thjesht neglizhencë në raste të caktuara? Po në qoftë se marrim rastin konkret të burgut të Shënkollit, aty është shkurtuar personeli. Edhe momentin që është shkurtuar personeli, vetëm fakti që Tonin Nikolli, për shembull, natën e arratisjes së Daut Lazës, ka pasur për të monitoruar 2 sektor, është shkelje. Ai ka firmosur në dy protokolle, në 2 regjistra. Dhe është lehtësisht e vërtetueshme. Fakti që kanë bërë me përgjegjësi vetëm punonjësit, dhe asnjë nga zinxhiri drejtues i burgut të Shënkollit nuk ka marrë përgjegjësi penale, po flas, pastaj administrative është çështje tjetër. Sërish këtu është një emet. Dhe problematika kryesore e burgut të Shënkollit, duke qenë se është burg apo është spital, është fakti që është bërë një ping-pong ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë edhe Ministrisë së Shëndetësisë. Sepse si rregull, duke qenë se aty ka pacient, duhet ta merrë në kontroll Ministria e Shëndetësisë. Dhe sipas letrave, gjë që nuk ka ndodhur. Prandaj ka mbetur Ministrisë së Drejtësisë. Patjetër mendoj që ka nevojë për reformatim edhe zinxhiri kontrollues i burgjeve. Ne kemi të burgosur në Shqipëri të cilët kanë privilegje në burget shqiptare, po them këto persona të cilët kanë me influencë qoftë në krim apo edhe me influencë ekonomike, ka persona të cilët trajtohen në mënyrë speciale nga ana e të burgosurve të tjerë dhe nga ana personelit të cilët nuk janë në gjendje të dalin më përballë. Këtu flas për elementet kriminale të cilët sigurisht pushtetin e tyre në rrugë kanë edhe në ambientet e burgjeve. Ajo që thoni ju është e drejtë sepse fakti që të kenë telefona në burgje tashmë është normale, nuk është se është diçka e jashtëzakonshme. Mos them edhe për lënë narkotike në raste të caktuara brenda burgjeve, të cilët ndonjëherë shiten edhe nga rojet e sigurisë, edhe nga policët e sigurisë. Kështu që patjetër që duhet të ketë një vëmendje më të shtuar. E qartë. Eraldo, shumë faleminderit që ishe me ne kënaqësi. Ju falenderoj. Mirëmiq, do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio, do të flasim tani për politikën, drejtësinë dhe rrugën drejt zgjedhjeve. Do të diskutojmë në një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne analisti Arben Meçe. Beni, shumë faleminderit që je me ne, kënaqësi të bisedojmë. Ndërkohë paralelisht në Skype kemi kolegun gazetar Ermal Peçi në trajnin e analistit. Ermal, shumë faleminderit që je me ne. Ndërkohë kemi gjithashtu dhe avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, faleminderit. Kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit për ftesën. Mirë, u nis bisedën nga studio me zotin Meçe. Zotin Meçe, pam zotin Dumanit raportonte në KLP se i takon, po them, një raportit për vitin 2024. Pati ankesa për politikën dhe median e pe të drejt deklaratën e tij, tha kemi patur presion, por përpiqemi të bëjmë çdo gjë në përputhje me ligjin. Në një zhvillim paralel u shoqërua një person për çështje të blerjes së dyshuar të votës, pati akuza mes maxhorancës dhe opozitës. Si e sheh drejtësinë në këtë moment kur shqiptarët janë në fushat elektorale, do të zgjedhin pas më pak se një muaj edhe qeverinë e ardhshme? Atëherë, së pari për sa i përket presionit, duhet kuptojmë që institucioni i prokurorisë është institucion i cili praktikisht, jo vetëm prokuroria e posaçme, por të gjithë nivelet e prokurorisë janë në presion, se në fundit janë pjesa e çdo aktiviteti dhe çdo qytetari i cili potencialisht është në krye të veprës penale. Dhe në këto kushte është normale në karakterin njerëzor që të ketë reagim nga krau tjetër, është normale. Dhe prokurorët janë përgatitur në të gjitha planet psikologjikisht që do jenë luftë, janë ndeshje. Kështu që në këtë plan pretendimin, ose nuk mendoj që ishte pretendim, por ishte një vërtet e pritshme që Dumani hedh në tregun mediatik në këtë lloj komunikimi për të thënë që po kemi presion, dhe është normale të ketë presion. Nuk mund të mendoj unë që një person i cili shpije para hekurave, pra një institucion që shpije shkelsen ligji para hekurave, jo të mirë kuptohet, po të përkëdhelet nga ai i cili praktikisht është pjesë e grupit të interesave shpeshherë, pjesë e paketave të interesave, dhe gjithë ky panel, gjithë ky grup që ndeshet me prokurorin, natyrisht do të ndërtojnë gjithë skemat për të kundërpërgjigjur prokurorisë në gjitha format, në formë mediatike, në formë fizike. Prandaj që në momentin e parë
prokurorët janë përgatitur absolutisht që do të jenë në një gjë të tillë. Kështu që nuk ishte ndonjë mesazh për të ratë dhe shqetësues nga ana ime, pse Dumani ngre shqetësimin që është në presion. Ka qenë, do të jetë dhe ka për të qenë, është institucioni i tillë që do të jetë presion. Okej. Tha gjithashtu dhe për mundësinë e rikandidimit. Tani, ai ngriti një problem që për mua është problem që ne kemi debatuar dhe unë e shoh këtë problemin më të drejtë që ngre Dumani dhe që ka të bëj me të nesërmen e institucionit të prokurorisë. Unë nuk kuptoj, gjithkohën kemi debatuar, pse duhet që prokurorët ketë mandat të limituar. I vetmi limitim që do t'i bëjt prokurorit është në një periudhë caktuar të bëhet analiza e performancës të tyre. Dhe përsa kohë që ata janë në kryerje korekte dhe rigoroze të detyrës, pse duhet të limitosh me 9 vjetë mandatën e tyre? Jo. Ka shumë arsye pse jo. Mos harrojmë që ashtu siç e trajtove dhe në momentin e parë, këta janë individë cilët ndeshet me krimin. Dhe krimi nuk është thjesht vetëm dhe ki parasysh që flitet për një krim që është i niveleve të larta, që është krim politik, që është krim i organizuar dhe këta njerëz mbas 9 vjetësh që i thuhet gjo, shkoni në rrugë ju, kjo nuk është e ndershme. Këta njerëz duhet merren në mënyrë posaçme në mbrojtje mbas 9 vjetësh, por për mua nuk ka arsye pse këta kontingjente që përfundimisht e kryejnë punën dhe japin prova që janë në kryer të një detyre funksionale ligjore, ti t'i përjashtosh nga sistemi. Pse? Sepse i ke vënd me afat. Nuk është një lloj si politika. Kjo është profesion. Si mundet t'i ndërpres profesionin dikujt në mes të rrugës? Gjithmonë, duke qenë që është një institucion i cili kryen një detyrë, jo vetëm të vështirë, por ti ke gjithë mekanizmat që ta futesh në testim. Testimin vere kriter, ndërsa afatin jo. Kështu që kërkesa që ka bërë Dumani, unë jam absolutisht në mbështetje asaj kërkese, është një domosdoshmëri, nëse ne duam që jo vetëm të japim siguri këtyre njerëzve, por t'i bëjmë ata sa më të efektshëm në punën e tyre që bëjnë, duke patur parasysh që kanë dhe shpërblimin e punës që bëjnë. Në fundit, ndeja në atë institucion, si institucion honorifik në punën e prokurorisë, është motiv. Se do të ndërpresh motivin atyre? Dhe për mua, sa më tepër ne këta i motivojmë duke i dhënë garanci për vazhdimin e punës, aq më efektive është dhe aq më suksesshme është puna e tyre dhe aq më produktive është puna e tyre, për atë që ne kemi nevojë gjithmonë. Mirë, kam përshtypjen ka një mendim disi ndryshe avokati Gylsen Zhdima. Avokat, Beni paraqiti disa argumente të qëndësishëm se pse duhet të ketë një zgjatje mandati, garancia në luftën përballë krimit, sepse përballen, po themi, me kundërshtar të ashpër, mirënjohja, po themi, edhe angazhimi i tyre në sistem për aq kohë sa kryejnë detyrën siç duhet. Zoti Dumani do të duket përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë si një person i cili mbron kolegët e tij prokuror, sepse është drejt mandatit të tij në dhjetor të 2025-s. Në këto kushte që jemi, Zoti Dumani do të tregojë që ai ka punuar dhe ka luftuar për prokurorët të brenda radhës së tij, duke qenë një prokuror, ky krye prokuror i denjtë për punën që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe, dhe përveç kësaj duke zbatuar në pikprimëri rastin e porosisë që ka bërë zoti Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste, duke kërkuar publikisht të ndiqen penalisht zoti Meta, zoti Berisha dhe politikanë të tjerë, por edhe përveç politikanë të tjerë që janë kundërshtarë të tij, por edhe brenda grupit Partisë Socialiste dhe të tjerë zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste. Këtë punë e ka bërë në shumë seriozitet zoti Dumani dhe ai në fund fare shkon te përpara këshillit të tij dhe jep një relacion, nga relacioni jep statistika, duke treguar sikur ka punuar, për në realitet statistika drejtave të njeriut kanë dhënë pafajësi, po madje dhe kanë dhënë dëshpërblim tek subjektet të cilët SPAK-u ka arrestuar në mënyrë flagrant dhe përveç kësaj duke dënuar në themel. Gjithashtu gjykata e lartë ka dhënë jo pafajësi, po ka kërkuar rigjykimin e çështjes si në shkallë të parë shkruar në shkallë të dytë, pra do të thotë që kemi jo anën profesionale të tij, po kemi thjesht anën ose performancën në krahasim me interesin e Partisë Socialiste dhe zotit Rama. Për ata të cilët kanë mendimin që zoti Dumani ka bërë një punë të shkëlqyer, do ta shikojmë pasi të mbarojë mandatin e tij 9 vjeçar, sepse un kam përshtypjen time, ashtu siç ndodhi edhe me
antarin e Këshillit mos gaboj të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili me etje të madhe shkoi te AKU-ja dhe pastaj me etje më të madhe partijake, rroft partia, shkoi tek dhe kandidoi në listat e qarkut të Vlorës. Pra për mua statistika thotë se zgjatja e mandateve është thjesht që zoti Dumani tregon përpara njerëz të vet, thjesht që unë jam ai i cili po luftoj dhe luftoj në mënyrë kaq shumë ekstreme në klasën politike shqiptare sepse ndihemi në presion dhe jo vetëm politik, mediatik, po edhe të krimit organizuar. Këto thjesht janë justifikime për të justifikuar dështimin e tij në një moment të dytë ku gjykatat europiane, pra gjykata europiane do dali qartazi me fatura kundër kombit shqiptar, popullit shqiptar. Dhe përveç kësaj duhet keni parasysh edhe çka tjetër, rasti Zevdari dhe rasti i Berishës, por rasti i Belerit dhe rasti i Thoma Gëllçit mos gaboj, janë raste tipike të një drejtësie e cila nuk ka funksionuar duke u nënshtruar kushtetutës, por është një drejtësie e cila i nënshtrohet porosive. Gjithashtu unë dua të bëj një apel te gjyqtarët, magjistratë dhe prokurorë, të cilët janë në konkurrencë me gjyqtarët noter, sepse kjo drejtësi ka shpikur dhe një profesion tjetër që janë gjyqtarët noter, të cilët noterizojnë çdo padrejtësi. Prandaj në këtë betejë do është e gjatë dhe kjo betejë nuk kërkon më ndërhyrje juridike, pra legislative, por ajo kërkon pikë së pari që ata të cilët janë në fushën e drejtësisë të jenë ata të cilët i respektojnë parimet dhe jo thjesht parimet të jenë teori dhe praktika të jetë abuzim, sepse pikërisht sot kjo drejtësi e cila populli shqiptar e pret, unë jam dakord që ne presim drejtësinë, po drejtësia nuk duhet të bëhet për të plotësuar statistika dhe drejtësia duhet të jetë ajo e cila nuk mund të prishë jetën një personit për shkak se një person tjetër kërkon të shkojë në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese ose të bëhet ministër ose deputet i Partisë Socialiste. Duhet të jap dy shembull, thjesht dhe mbarova, rasti Manja ish prokuror, rasti Felaja ish prokurore. Pra do të thotë Partia Socialiste gjithmonë ka qenë personi juridik, pra personi politik që ka pranuar gjithmonë ish prokuror në radhët e saj. Po, dhe PD-ja kishte Dashnor Sulën ish prokuror, për shembull, po e largoi vetë. E largoi një. Po e kuptoni çfarë roli ka luajtur prokuroria edhe në kohën e plepave 1. Pra jemi në plepa 2. Ke drejt TPS ndoshta ka pak më shumë. Ermal, për ta futur pak edhe në debatin politik, Rama sot ishte shprehur që Dumani është burr i ndershëm, por shpatën e drejtësisë ja dha shumë. Si ta kuptojmë? Diçka të tillë pas gjitha asaj proteste që bëri Rama disa javë më parë. Jo vetëm protesta, por ne dim shumë që ka pasur një përplasje të fortë që zoti Rama donte që në krye të SPAK-ut ishte zoti Kondilli dhe jo zoti Dumani. Kjo është thjesht në narrativën e zotit Rama, ne dim shumë që ka pasur përplasje të fortë në atë kohë me ambasadën amerikane për shkak se Partia Socialiste kërkonte edhe vetë zoti Rama kërkonte me domosdo zotin Kondilli në krye të SPAK-ut dhe dim që me një vot fitoi zoti Dumani. Po të shikojmë me një përmbledhje në xhojt asaj se çfarë ka ndodhur dhe pavarësisht retorikës politike që zoti Rama do të përdori që thotë shpatën e drejtësisë ja dha zoti Dumani. Zoti Rama para opinionit publik duhet japi një përgjigje si ka mundësi në fakt politikisht gjithë shokët e tij, bashkëpunëtorët e tij më të afërt sot gjenen pasigur. Është zoti Velia, zoti Ilir Beqaj, ke ashtu e tim pasuror për Sajmir Tahirin, ke ashtu për Vangjush Dakun, i cili është non grata dhe pavarësisht se është non grata, prap zoti Rama del dhe thotë e kam shok dhe ka bashkëpunuar për atë. Kemi një sër fal përgjimeve Skajen Kroçat, kemi një sër deputetësh të Partisë Socialiste të cilët kanë dalë në përgjime dhe bashkëpunonin me krimin dhe këtë duhet ju thotë sot shqiptarëve, por dhe qytetarëve zotit Rama. Duhet ju japi këtë përgjigje si ka mundësi, pavarësisht retorikës politike që ai e do fort drejtësinë, pra ai ka qenë një prej njerëzve që ka investuar pafund në drejtësi dhe kjo është retorika që ai përdor, duhet të flasim mbi bazat e fakteve. Dhe sot shqiptarëve ai duhet i thotë si ka mundësi që bashkëpunëtorët e tij më të afërt kanë probleme me drejtësinë. Si ka mundësi që në listat e Partisë Socialiste sot ka subjekte të SPAK-ut? Kjo është përgjigjja që Rama duhet të mbajë politikisht për qytetarët shqiptar sot edhe për qytetarët cilët mbas edhe e besojnë. Kjo është narrativa, asaj narrativ që unë i dash drejtësinë SPAK-ut,
ku ishin 140 veta cilët votuan, që ne dim shumë mirë që investimi më i madh ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ka një farë të vërtetë dhe PS-ja e kishte një lloj, apo themi vullneti, flas PS-n e 2013-s, jo këtë të sotmen. Për sjell një farë reforme drejt. Politika flet me akte, Xhoj. Vullneti është perceptim, neve si analista apo gazetar na lejohet të bëjmë analiza perceptive. Politika flet me akte. Ishin 140 vota që u votua reforma në drejtësi. Ishte vullnet i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Edhe kur Partia Socialiste, pra mbështetësit e Erion Veliaj, dolën para SPAK-ut dhe protestonin dhe nuk vajti as policia që të mbronte prokurorët e SPAK-ut, Bashkimi Evropian ka pasur një reagim shumë të fortë, sepse dhe kapitulli i parë që u hap me këtë qëllim, fakti është SPAK-u. Pra duhet kuptojmë që SPAK-u ka një mbështetje qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qoftë të Bashkimit Evropian. Pastaj narrativa politike, Xhoj, që ne jemi pro SPAK-ut, vetëm në qoftë se më lejon diçka, Xhoj, e tregoj amnistia penale, ku Rama bashkoi votat me Berishën për të liruar drejtorët e korruptuar dhe nuk liruan protestuesit që kishin protestuar kundër Ramës. Ky është fakt. Okej, Beni, shpatën ja dha shumë Dumanit, thotë. Ti marrë me radhë sepse nga që u zgjatën shumë, u futën shumë argumente në debat. Atëherë po e nis nga argumenti i parë. Zgjedhja e Dumanit, një konflikt që ne kemi debatuar këtu, midis ambasadës amerikane, përfaqësuar nga Yuri Kim dhe Edi Ramës. Nëse do shohësh politikën e sotme, thotë ambasada amerikane nuk është gjë tjetër veç se shtojse Ramës. Nëse flasim për Yuri Kim, nuk është gjë tjetër veç se një shërbëtor e Ramës. Dhe sipas opozitës, ajo është shërbëtore e administratës amerikane. Sipas artikulimit të sotëm, do t'i marrim me radhë. Në një moment e parë do të ndajmë Yuri Kim përfaqëson të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me këtë logjik do të vazhdojmë tutje, apo Yuri Kim dhe Rama na bën një lojë dhe zgjodhen fundit ata që deshin zgjidhin vetë. Unë nuk jam për asnjërin për as tjetrën, unë them Dumani ishte një që ndoqi ben krajen dhe që kur vi tjetri, do vi tjetri. Njëri do vendoset sepse është ligj i tillë, pavarësisht se kush do jetë. Kjo është e para. E dyta, nëse do shohim retorikën e sotme përgjithshme. Në themel qëndron 77-313. Gjithë fjalimet e Berishës, korrupsioni nga SPAK-u në burg. Të gjithë analistët politik që janë sot antiqeveritarë, të gjithë diskutojnë personat Partisë Socialiste, të cilët janë në burg. Atëherë përsëri do të ndajmë. Rama ndërtoi SPAK-un që të jepte në dorë një argument të tillë personave që janë kundërshtar të politik, apo do ndiqte të njëjtën skemë që bëri Berisha në kohën e tij, kur unë personalisht denoncova 20 milion euro vjedhje në ujësjellsa dhe 1 miliard e 200.000 vjedhje në rrugë. Dhe prokuroria arriti të vërtetonte vjedhjen, por gjithë procesi u ndërpre. Sepse nëse ne sot flasim për dënuar, flasim se ka një institucion që dënon. Ka një institucion, jo se vjedhja lindi tani. Sepse unë jam dëshmimtari një vjedhje të mërshme në periudhën kur unë isha në atë pozicion që u largova. Pra unë në 2006 kam bërë denoncim publik dhe prokuroria filloi hetimin, po çdo gjë u ndërpre. Sepse nuk ekzistonte institucioni i akuzës, së vërtet ekzistonte një institucion politik i komanduar. E nëse sot ne flasim për institucion i cili vërtet shpje njerëz para hekurave, këto do ta vlerësojmë edhe me rit kujt tani, filloi me rit kujt. Po shikojmë me vëmendje, se ju e keni anashkaluar, por Dumani ka thënë edhe një gjë tjetër që është qetësuese në këtë rast për mua. Policia ka ulur numrin e denoncimeve. Në fakt, nuk i bën denoncimet policia për SPAK-un. Institucionet ai nuk na referojnë shumë. Jo, prit se po të marr me radhë. Doganet nuk na përgjigjet. Tatimet nuk na përgjigjen. Përpara një jave, ke pat një aksion të BKH-s bashkë me Policinë e Shtetit në Elbasan. Kush ishte akuza që u bën në Elbasan, e dini? A mund të rikthejmë, sepse shumë e domosdoshme për ta thënë. Policia nuk ju përgjigj urdhrit të BKH-s dhe nuk bëri
survejimin ose kontrolin dhe shtëpisë këtij Çelës. Pra, të gjithë këto fakte na shpihen në një gjë që SPAK-u nuk është institucion i cili punon absolutisht i vetëm, se nuk e bën dot aksionin i vetëm. SPAK-u nuk funksionon nëse nuk është bashkëpunim me institucionet e tjera. Nuk funksionon dot, sepse SPAK-u do funksionojë mbi bazë dokumentare. Dhe në momentin kur institucionet nuk i përgjigjen, siç më përpara nuk i përgjigjeshin, siç në momentin kur vajti prokuroria në kryeministri dhe tentoi të bënte sekuestrimin në 20 janar të gjithë aty dokumentacioni për të vazhduar procesin hetimor, ishte qeveria që e pengoi. Pra pas ka instrumenta qeveria që i pengon ka. Por këto instrumenta e kemi parë të aplikuara në të gjithë të mekanizëm të këtyre dënimeve? Jo. Se në fundit, mbi dokumenta që ka dhënë qeveria, është bërë denoncimi, është bërë goditja, është bërë e tjera. Dhe me drejt, është një formë vërsie që i kërkon Rama Dumanit se shpatën të dha shumë ti s'mund presësh tokën time. Dhe së dyti Rama tha që të mos vinë dhe të kërkojnë celularin tim para disa javësh, nëse e kujtojmë. Përpara një muaj, Rama në vërtet ka thënë një gjë të tillë, sepse tha, në telefonin tim kam këtë denoncim. Dhe ishte një denoncim për atë që ne tani do ta trajtoj si çështje përsëri unë, lidhet me atë standard që po diskutojmë. Pra, në qoftë se ne flasim për proceset cilat kanë vajtur në Strasburg dhe janë kthyer mbrapsh, këto kanë të bëjnë me standardin mbi të cilin kryhet gjithë procesi. Sepse me drejt avokati kapi disa probleme të cilat vërtet janë shqetësuese. Dhe në qoftë se unë jam mbështet i SPAK-ut, unë përsëri ngari problem të madh. Kush e kontrollon SPAK-un? A kuptoni që në demokraci popullovi ka kontrollueshëm dhe institucionet që jep pushtet absolut, se SPAK-u ka pushtet absolut, kontrollon sot nëpërmjet mekanizmit të përgjigimit çdo gjë që ndodh. Dhe ka të drejtë të ngrejë në atë arsyetimin e dyshimit të arsyeshëm të fut në burg këdo. Dhe pikërisht kjo gjë është bërë problem në Strasburg. Sepse dyshimi i arsyeshëm është kthyer sot në leitmotiv që për çdo që i mbushet mendja SPAK-ut e merr dhe thotë arrest me burg. Gjykata i përgjigjet dhe këtu kemi një problem të madh nëse gjykata do t'i përgjigjet hap pas hapi SPAK-ut dhe këto kanë të bëjnë me standardin, po nuk kanë të bëjnë me faktin që ka dështuar SPAK-u. Se SPAK-u minimalisht, që ta mbyllun se po zgjat shumë, minimalisht ka prodhuar një perceptim të pavarur. Ky perceptim i pavarur është pozitiv, po duhet shfryzuar në pozitivitetin e vet për të mos u kthyer në bumerang. Okej. Mirë, shkojmë pak në publicitet. Shkojmë pak në publicitet dhe kthehemi sërish. Mirë, kthehemi në studio, do të diskutojmë edhe se i takon rrugës drejt zgjedhjeve. E vjojmë bisedën me Ermalin. Ermal, duket sikur Rama është përfshirë në një debat edhe me Lasivita, këshilltarin e fushatës Partisë Demokratike. Çfarë të bën përshtypje nga kjo? Kjo mendoj se është retorik e Ramës, njët për stilin e tij të komunikimit. Më duket në sens se pa kuptim që kryeministri Rama të hyjë në replik me një i cili është konsulent politik. Në fakt, Lasivita ka ardhur të bëj punën e vet ditën e dieshme. Ai në emisionin e gazetarit Beni Fevziu në fakt foli hapur dhe mbi atë fabull që është krijuar që është thjesht një njeri i cili është konsulent privat, pra nuk përfaqëson as administratën Trump dhe nuk është as i dërguar i Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është një njeri i cili edhe nëse ke një buxhet të mirë, gjoj mund ta marrësh dhe ti si konsulent, mund ta marr dhe unë dhe mund ta marrë çdo person tjetër. Duket pak kuptim të replika që bën zoti Rama me Lasivitan, sepse nuk kanë lidhje. Sot zoti Rama duhet japi përgjigje para shqiptarëve. Ai ka mbajtur premtimet të cilët në fakt ka 12 vite që e drejton këtë vend. Ai ka mbajtur premtimet, ku janë fondet e bujqësisë, produktet që na dalin me salmonela apo produktet që na kthehen nga Bashkimi Evropian. Duhet japi llogari mbi korrupsionin e madh që qëndron brenda partisë apo brenda njerëzve të besuar. Duhet të flasë cili është projeksioni i tij për ta zhvilluar Shqipërinë, duke qenë se tashmë dhe ai duhet të flasë me një program politik, duhet të flasë për pensionet dhe pse nuk i ka rritur pensionet dhe janë në një shumë mizerable dhe kjo tregon një mungesë respekti ndaj njerëzve të cilët kanë kontribuar për ta bërë Shqipërinë dhe vendin tonë.
duhet të flasi për rroga dhe duhet të flasi se si ai ka një plan, jo vetëm për të ndaluar emigracionin e të rinjve apo trurit, por gjithashtu të ketë një strategji, duke qenë se po bën takime në diasporë se si do e thithi përsëri atë pjesë të shoqërisë që është larguar. Prandaj them më shterp kjo retorika e zotit Rama me lasivite, nuk i takon fare në fakt ta bëj atë retorik, por do duhet t'i japi llogaritë, do duhet t'i japi përgjigje se si ai e mendon zhvillimin e vendit. Okej. Ndërkohë avokat, si e ke parë përfshirjen e këtij personazhi të aftë të politikës amerikane? Do të bëj një krahasim, Yuri Kim ishte ambasador e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, niku nga Shqipëria dhe shkoi në Amerikë dhe është një punonjëse e thjeshtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi erdhi administrata Trump, është thjesht një qytetare e thjeshtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra nuk do të thotë që zonja pse ka qenë përfaqësuese, ka qenë në mënyrë të denjë. Aktualisht është ende punonjëse e Departamentit të Shtetit, por në një pozicion pak më të ulët. Në komunikimet me Dash na kanë thënë që është normale. Në pozicion e pune, në karrierën diplomatike shko më lart, nuk shko më poshtë. Gjithsesi është për ata të cilët duan ta shikojnë, ta lexojnë, ta kuptojnë ashtu si. Në një përgjigje zyrtare nga Departamenti i Shtetit kanë thënë që këto lëvizje janë normale, po të citoj një mesazh zyrtar. Drejtimi të administratës Trump. Administrata Biden kishte tjetër qasje për zonjën Yuri Kim. Tani të jemi realist tani, nuk mund të shkojë një ambasadore, pavarësisht çfarë shteti përfaqëson, shkoi përpara një partie politike, edhe ekstremi djathtë të ishte dhe thuan në hani bar qytetarëve shqiptar. Tani është punë tjetër kjo. Tani përsa i përket pjesës së një amerikane që merr drejtimin e fushatës dhe zotit Rama, i cili është ai i cili bën komente ose më mirë komenton prezencën e një amerikane në fushatën e Partisë Demokratike. Zotit Rama interesojnë dy fakte konkrete, numerike për zgjedhjet e ardhshme. Përqindja, e cila konvertohet me numra pra mandate. Zoti Rama, nga sondazhet që kanë dalur, nga përqindja del shumë okej. Partia Socialiste del e para në të gjitha sondazhet. Edhe sikur ta kesh me porosi, edhe sikur mos ta kesh me porosi, dal të para, pra del Partia Socialiste. Por atë çfarë frikson zotin Rama është përqindja e popullit shqiptar në datën 11 maj, është mbi 50%. Atëherë zoti Rama do kënaqet me 46% për sa i përket Partisë Socialiste që është e para, po unë kam frikën se nuk do të kënaqet me rezultatin e mandateve. Sepse nuk është pse ti del si parti e parë dhe në rast se ti si parti merr pra në zgjedhje marrin pjesë më shumë se 51 qytetarë, që do të thotë Partia Socialiste ka problem. Pra, Partia Socialiste dhe zoti Rama zgjedh të godasi drejtuesin e fushatës së zotit Berisha, për arsye sepse aty duhet që mos të citohet që ky është në administratën Trump. Pra, as në administratën një Trump. Në rast se zotëria në fjalë nuk është në pjesë e administratës, po mos harrojmë faktin që është në linjën Trump. Pra linja Trump nuk ka lidhje me administratën sikur ka qenë përpara drejtimi i shtetit amerikan nga administrata e Partisë Demokratike Amerikane. Pra tani e tutje në të gjitha ato raportet zyrtare dhe ndërkombëtare, zoti Trump përdor linjën e tij. Pra zoti Grenell nuk përdor si një person i cili është një përfaqësues i Departamentit Amerikan të Shtetit, por është një person i cili ka për detyrë të bëjë disa detyra speciale të cilat i ngarkon presidenti amerikan Donald Trump. Pra nuk ka lidhje me atë burokracinë e mëparshme që kishte Partia Demokratike Amerikane. Për sa i përket fushatës zgjedhore që jemi drejt sajt, duhet të dim të gjithë bashkarisht si qytetar që ndryshimi nuk vjen vetëm sepse vjen një amerikan apo një kinez apo një marokan. Vjen sepse partitë politike kanë program dhe programi i tyre duhet patjetër të miratohet nga ne. Por në këtë fushatë zgjedhore duhet të keni parasysh të gjithë bashkarisht, folën për standardet, folën për spatën, por nuk folën për atë që duhet të flasin partitë politike. Çfarë do të bëjnë me një reformë me standard, me shumë standarde, me një reformë që duhet shkrihet, me një reformë e cila duhet ndryshohet, në një reformë e cila duhet të përmirësohet. Asnjë nga subjektet garuese nuk thon të vërtetën, sepse ka frikë të dalë përballë spakut.
Dhe mënyra se sot Partia Demokratike del përballë SPAK-ut nuk është drejt për SPAK-un, është për individ të cilët abuzojnë me detyrën e tyre. Ashtu dhe Partia Socialiste, ashtu dhe analistët caktuar që i bënin fresk SPAK-ut ku arrestonte në mënyrë të palishme Ilir Meta, ashtu analistët caktuar që u arrestonte Dhëndri i Sali Berishës, ashtu analistët caktuar kur kemi rastin e Partizanit. Edhe duke e lidhur me rastin e Partizanit drejt fushatës, duhet keni parasysh diçka. Sidoqoftë vendimi i gjykatës së posaçme në seancën paraprake për vazhdimin e çështjes për gjykim në themel ose pushimi pjesërisë të tij në raport me zotin Berisha, duhet keni parasysh që kjo drejtësi a e pëlqen socialistët apo demokrata, pëlqen popull shqiptar në tërësi, ka krijuar precedentin që duhet kesh frikë të bësh deputet duke folur për hallet e qytetarëve, sepse mundet në çdo moment një abuzues i pushtetit së drejtësisë ta marrë atë dhe ta konvertojë si një korrupsion pasiv. Gylsen, shkurtimisht, po ose jo, Berisha ka drejt kërkoj dëmshpërblim nëse ndahet nga kjo çështje për 333 ditë? Po, unë kam një mendim për sa i përket rastit Partizanit. Jo, vetëm shkurt, se e kemi dhe kohën e limituar. Po, rasti Partizani ka këtë qëllim. Në rast se pushohet pjesërisht rasti zotit Berisha, mbaron gjithçka për zotin Rama, do kemi marrëveshje politike. Në rast se zoti Berisha shkon në themel dhe do gjykohet dhe do kërkoj pafajësi në shkallën e parë, kështu është procedura, normalisht që në çdo moment për 20 vite të ardhshme zoti Rama do të jetë në ankth se dikush i cili do të pretendojë të bëhet kryeministër, duhet ta bëjë atë model që thotë që unë pastrova dhe drejtsinë e mëparshme, plepat 1 dhe plepat 2, dhe unë do të jem një kryeministër ideal sepse kemi precedentin Berisha i cili mund edhe dënohet edhe jo në gjykatën e themelit në rast se çështja do të shkojë në themel. Prandaj për të dy aktorët politik kryesor është e rrezikshme ky precedent që është nisur në një reformë e plepave 2. Okej, Beni, çfarë do ndodh me Berishën, meqense Gylseni na solli ndërmend procesin gjyqësor? Di që tani çështja është në gjyko. Po. Dhe është në fazën e paraprakjes. Nuk mund të them cilët do të vendimarrja e gjykatës, por ose do të kthehet edhe një herë për plotësime, dhe ka një gjë interesante që deri në kalimin e çështjes në gjykatë Berisha nuk ishte marrë në pyetje, sepse ka qenë refuzim, çka do të thotë një çështje është për në gjykatë pa u pyetur personi kryesor. Gjë që mund të hapë dhe linjën e kthimit mbrapsht. Që fjalë të pyetet i pandeuri, nuk është e drejta e tij në rast se do të pyetet, por nuk është detyrim. Pra kodi procedurës penale nuk e përcakton detyruese i pandeuri të japi një shpjegim. Në rast se i pandeuri do vetë të japi një shpjegim, gjykata është e detyruar ta pranojë menjëherë. Pra është në varësi të pandeurit. Okej, po nuk është kështu saktë. Sepse mirë, ja ta themu pastaj. Ne shikojë dhe diskutojmë një ditë. Ja ta shpjegoj. Okej. Pra me një fjalë, e drejta e prononcimit ose jo të pandeurit para prokurorit është kjo që thoni ju. Por detyrimi ka detyrën të pandeurit. Parën e provës se ka prokuroria përpara gjykatës dhe jo i pandeurit. Nuk po them këtë. Nuk po them këtë. Pse? Po pra s'po them këtë, po them detyrimi për të paraqitur përpara prokurorit është detyrim ligjor, nuk ka kod procedurë që të thotë po të doj vete, po të doj nuk vete. Jemi në seancën paraprake, masa e sigurisë nuk ka lidhje. Në seanca paraprake ka të bëjë me aktet të cilët kanë grumbulluar prokurori gjatë hetimeve paraprake. Nga këtu mund të filloni argumentin tuaj, sepse s'ka kuptim ajo detyrimi paraqitjes. Nuk thash fare për detyrim paraqitje, bile fare këtë gjë nuk kam thënë. Fare këtë gjë nuk kam thënë. Përpara, pra e nderuar avokat, përpara se çështja të kalojë në gjykim, thërritet i pandeuri dhe i thotë zotëri, nga statusi i personit që ka dieni, ke kaluar në statusin e dytë që je i pandeur dhe të deklarohet akuza para prokurorit. Dhe ky është detyrim ligjor, nuk e përjashton dot ti. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Këtë po them.
në momentin e caktimit të masës sigurisë duhet keni parasysh që po them ma sigurie më zotë, nuk po them ma sigurie. Gylsen, ja ta përfundoj edhe do kesh të drejtë replikën. Po sepse po thot diçka të cilët ne na bën sikur po abuzojmë me publikun. Po nuk është ma sigurie që po diskutoj unë më burr. Në rastin konkret duhet keni parasysh diçka dhe ta konkludoj që mos ju marr kohën tuaj. Në momenti ku prokurori bën njoftimin e akuzës, në atë moment ju jeni i pandehur. Sipas nenit 34. Këtë po them. Këtë po them pra tani. Sot Berisha e ka marrë këtë njoftim. Pra është i pandehur. E ka marrë para se shkojë në para prake. Ku? Përpara se çështja të kalonte. Jo, e ka marrë i para një muaj atëherë kur ka filluar, pra një muaj 30 ditë para. Po, shiko çka ndodh tani. Do ta marrë cilësinë e pandehur. Atëherë avokati dashur, të lutem. Të lutem. Nuk e ka marrë këtë njoftim, por prokuroria e detyruar përpara kapërcimit të afatit kohor, pak të njoftim të firmosur nga Berisha ka kaluar çështjen në gjykim. Para prak, se është procedura. Por këtë gjë nuk ka marrë, këtë po them unë. Dhe me drejta i thotë zotëri, ti duhet të pyesje mua. E ka cilësinë pandehurit. Në rast se ju më sillni mua nesër që ai nuk ka marrë cilësinë e pandehurit, vim do debat edhe thjesht. Po ne këtë debat kemi për gjithë kohën. Ne këtë debat kemi për gjithë kohën. Dokumenta dhe ju them që zoti Berisha ka marrë cilësinë të pandehurit për shkak se ai su paraqita si prokurori nga e mori. Edhe njerë, ai deri ditën që çështja ka kaluar në gjykim, nuk është paraqita asnjëherë prokurori nga e mori njoftimin. Po s'ka të bëjë se e merr njoftimin. Si e merr me letër? Jo, mos thotë se s'merret me letër, sepse kur jepet ky njoftim, do firmosish deklaratë atje ti. Do t'i thuash nuk jam dakord, është drejta jote, por ke edhe të drejtën që përpara prokurorës të japësh deklaratën tënde të thuash që këto janë drejtat e mia, 1 2 3 4 5, kjo është procedurë mos zotni. Nuk do ta mësoj unë gjë të tillë. Ai nuk është paraqitur fare prokurori, megjithëse dosja ka kaluar. Kjo është nuk mendoj që zgjidh gjë kjo. Tani vim tek akuza që me drejt aty. Tani vim tek Lasi Vitaja. Me të drejtë ja ku jemi këtu dhe nuk e di kush mund të shpjegojë cili është statusi i Lasi Vitaja sot në Shqipëri. Si fushat. Nuk e dim. Nuk e dim, zotri. Sepse që thu mund t'i jap status dikujt duhet minimalisht të ketë një gjë firmosur ose një dokument që t'i jap të status. Pse e them një gjë tillë? Se në qoftë se Lasi Vitaja i është ngjitur mendja të ndihmojë Sali Berishën dhe si një shtetas jo shqiptar dhe amerikan vjen në Shqipëri dhe del në tribuna politike, ligjërisht kjo është ndërhyrje e personit të huaj në një proces elektoral quhet ligj. Është shkelje ligjore, zotri. Si Juri Kim që ndërhyri të Partisë Demokratike. Nuk i lejohet në Republikën e Shqipërisë askujt nga jashtë që të dalë Partisë Demokratike. Se nuk po e dëgjoj çfarë thotë. Se po thoni se kuptova. Gylsen, thotë që është shkelje dalja e Civitas në fushat. Jo, nuk është shkelje, se dhe Juri Kim që shkoi përpara Partisë Demokratike dhe na thanë shqiptarëve, votojmë se votojmë Sali Berishën, ne do hajmë bar. Pra ai nuk tha që ne do hajmë bar, ai tha që Partisë Demokratike. Atëherë edhe një herë, Juri Kim përfaqësonte politikën është e cila çfarë punon? Punonte në një ambasadë. Ku është tani ajo? Ka mos i të lutem tani se nuk bëhet zgjidhje kështu, nuk bëhet bisedë kjo. Po nuk mund ta themi atë gjë. Po nuk bëhet kështu si biseda mos do të nisë. Ka ndryrë në çështje të brendshme. Mirë, the tani. Një ambasador që shkon. Ta them unë tani. Ja ta shkoj dashur, unë kam prioritet se jam në sallë dhe mund mos të le të flasësh, por më lër tani ta shpjegoj atë. Nuk kam atë qëllim që mos të lej të flasësh. Po folën pra tani e the fjalën. Të bëj debat me ty, po jo të Po më debat, po mos bëj komente, s'ka nevojë, e the debatin. Tani edhe një herë, Juri Kim kishte një status ligjor në Republikën e Shqipërisë. Ishte ambasadore dhe kishte status ligjor. Ajo që u pyet, thash, më thoni çfarë status ligjor ka ky njeri? Pse tani? Juri Kim depërtonte në Republikën e Shqipërisë sipas rregullave diplomatike ku në momentin kur shkelte parimet e komunikimit diplomatik, me të drejtë çdo grupim politik këtu i drejtohet Departamentit Shtetit Juri Kimit. Dhe i thotë zotëri, përfaqësuesi jot ka shkelur ligjet e Republikës së Shqipërisë, gjë që nuk ka ndodhur. Tani vite ky person. Në parimet e konventës së diplomacisë është pak e dyshimta deklarata që bëri dhe Juri Kim. Por le të jetë dyshim, ka procedurë se si penalizohet një deklaratë. Por unë nuk mund të them një person i cili ka status të qartë ambasador. Dhe nuk është i vetmi ambasador i cili mban qendrim në Shqipëri.
Ky ambasador mbajti këtë qëndrim në kuadrin e një qëndrimi të qartë, të dukshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës që e shpallën Sali Berishën në grada për armik demokracisë, për korrupsion aktiv. Dhe ajo nuk bëri gjë tjetër veç se përcolli pranë popullit shqiptar pikërisht të vërtetë. Dhe në këtë rast nuk ishte ajo që doli jashtë kontekstit të politikës amerikane. Ndoj që politikën amerikane. Ta ju të jap një fakt që ta mbyll këtë. Yuri Kim është ambasadore në Republikën e Shqipërisë në 2020 deri në 2023. Ligjërisht. Në 2023, duke qenë që kishte probleme dhe nuk po sillej ambasador i ri, kjo vazhdonte. 6 muaj, po. Presidenti Biden bëhet president në Amerikë në 2021, në 20 janar 2021. Tani më thoni, kush e solli këtë ambasadore në Shqipëri? Një vit të tërë kjo ka qenë ambasadorja e Trumpit, zotrinj, që ta mbyll komplet për përfundimisht të debatun se shumë po aludohet me Yuri Kimin. Është ambasadore e cila është emëruar në Shqipëri si përfaqësuese e Trumpit dhe që ditën që ka ardhur në Shqipëri. Dhe në proces ka mbajtur qëndrimin më konsekuent në përfaqësimin e diplomacisë të shtetit amerikan. Ta mbyll këtë kapitull, po duhet të vite Lasi Vitaja. Lasi Vitaja është një individ i cili sot në plan ligjor është pa status, është një qytetar amerikan që nuk përfaqëson as edhe një gjë dhe që del në tribuna politike. Në Shqipëri ka një ligj, ndërhyrja e personave të huaj në proces ligjor elektoral. Ka ligj, më zot, nuk të lë ligji. Dhe ky është një person i cili po ndërhyn pa status. Pse? Se në qoftë se ai ka një marrëdhënie juridike me Partinë Demokratike, kjo marrëdhënie juridike duhet të regjistrohet diku, zotëri. Që ai të ketë statusin, çfarë është? E marr dje ka dalë për të parë në televizion dhe ka deklaruar statusin e vet. Dhe ka thënë dy shprehje. Kur gazetari i thot që Edi Rama të qunë turist, jo thot, unë nuk jam turist në Shqipëri, thot. Jam konsulent politik. Jo, të lutem, jam në punë, thot. Jo, jam konsulent. Sepse pikërisht këtë nuk po e marr vesh unë, konsulent, mbi çbazë. Kur tjetri thot, zotëri, në Shqipëri po diskutohen parat e pista. Në Shqipëri po diskutohet korrupsion me lekët. Në Shqipëri po diskutohet një Sali Berisha, i cili është penalizuar nga shteti jot. Dhe shteti Amerikan nuk i përket as Biden, as Trumpit, por është shtet Amerikan. Atje ku kemi ndruar dhe. Ne, kur kemi folur për Amerikën, nuk kemi parë as Obama, as Bush, as etjer, po kemi parë demokracinë amerikane. Dhe në momentin kur shteti Amerikan i thot Berishës i implikuar me korrupsion, me të drejt flitet për lek të pista të cilat sot i disponon Sali Berisha. Dhe kur sot ne i themi Sali Berishës, ke bërë një kontratë? Bëhe publike për të kuptuar populli shqiptar një të vërtet të madhe. Ku i gjetën lekët, zotni? Sepse nga ligji elektoral pa abuzohet në mënyrën më absolute të mundshme me faktin që ardh ka njëri dhe del si misionar i Trumpit. Ky nuk ka kuraje ta thot një gjë të tillë kur del transmetim drejt për drejt. Por të gjithë ata që rrethon do thot, ka erdhur si misionar i Trumpit dhe unë them, prit më tani se po na bëni çuditëra. Trumpi ka dërguar misionarët e vet në Rusi për të zgjidhur një çështje botërore. Trumpi ka dërguar misionarët e vet në Iran për të zgjidhur një çështje botërore. Trumpi ka dërguar misionarët e vet në Kanada. Trumpi ka dërguar misionarët e vet dhe në të gjitha këto raste, duke përfshirë dhe Kinën, Trumpi është i prononcuar drejt për drejt vet. Pra për çështjet e mëdha. Kur Trumpi dërgon misionar, rasti i Shqipërisë nuk di që Trumpi në deklarimet e tij. Atëre përderisa ai nuk është përfaqësues, pse ne të dy dhe ne të katër duhet të merremi me këtë person? Përse? Merremi? Pse po merremi? Sepse kemi 2 muaj rresht ku Partia Demokratike dhe në çdo media që del tani thot, Trumpi ka dërguar misionarën e vet. Unë e dëgjova edhe tani në transmetimin ton, që është me mision nga Trumpi. Pra, po prodhohen alibira fiktive, jo reale, të fshehura tashmë në atë që kontrata që ka bërë ai person është sekret
sepse kontratat bëhet sekret, por transparenta në Shqipëri është detyrim zotëri, sepse nëse do të futesh në një proces ku ti të vërtetosh pastërtinë tate, minimalisht është drejta jote, por është detyra jote që ti dalësh popullit shqiptar në mënyrë transparente të thuash lekët me të cilat unë ka paguar lasivitan ja ku janë. Por të më thuash mua kur të gjithë tani zyrtarisht po dalin do ta bëjmë transparente në Sali Berisha para një muaj gjysmë tha do t'ja bëju transparente mos u bëni merak. Dhe do të jetë transparenca më e madhe një order më sot. Çu ka thënë tekstualisht. Ndërsa tani thot do ta bëj transparente. Por në fund fare kur të ketë mbaruar çdo gjë, jo zotëri. Nëse ti del para popullit shqiptar dhe i thua që unë jam i pastër, që unë nuk po zbar parë që kam vjedhur në atë kohë që isha kryeminist dhe president, do t'i thuash tani ja ku janë parë zotëri. Okej. Mirë, Ben, të falenderoj shumë, me shumë nga si do joni diskutimin, por duhet t'ja jepja Ermalit dhe nuk kam kohë t'ja jap fjallën për e fund. Gjithçka Sali Berisha i shalla një ditë në të thënë të vërtetën që edhe një herë pas ka dhe Rama fajin, për para folsën e kam fjallën. Me shumë dashuri. Nuk ka faj Rama, ore. Nuk ka faj Rama, unë jam për të fitia. Ore, do të thuash ti fajin. Unë jam për të mbrojtur Ramën, nuk jam për të goditur Ramën. Edhe njerë, deklarativisht, unë jam për të mbrojtur Ramën. Ti që je kundër, nxirr argumenta kundër Ramës. Argumenta që po nxirri kundër Ramës nuk funksionojnë. Janë thjesht vetëm për të thënë që kemi sa gjëra kundër Ramës. Unë edhe ti do t'i pakme, mos ke merak edhe... Nuk janë argumenta, zotri. Janë pretendime. Ju falenderoj shumë të treve, Ermal kërkoj ndjes për minutazhin. Edhe unë kërkoj ndjes Ermalit, po më falni. Falenderoj shumë të treve. Ermali përshëndetje njerë, të dyve. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio dhe diskutojmë në një bisedë me zotin Faik Basha se i takon një vendimi politik që i ka marrë, por edhe për rrugën drejt zgjedhjeve. Faik, të përshëndes, faleminderit që je në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Mirë, besoj je koshient që vendimi juaj është komentuar gjerësisht në rrjetet sociale, në mjediset politike. Mund të na shpjegosh me pak fjalë përse zgjodhe nga një prej, po themi, funksionarëve më aktiv, duhet të thënë se ke qenë goxha aktiv në media, në qendrime publike, në terren, vendosë të largoheshit nga kjo forcë? Po, ashtu siç ju thatë, largimi ka sjell një diskutim në ambientet publike, në ambientin politik, në media, pasi vjen një ditë përpara nisjes fushatës dhe kjo është komentuar gjërësisht. Bërja publike e vendimit për të larguar nga forca politike një ditë para fushatës nuk kishte të bënte me fushatën, s'kishte fare lidhje me këtë pjesë, po kishte të bënte pas një turi takimesh që unë fillova që ditën që u shpall lista e përfaqësisë së kësaj force politike për të kërkuar mendimin e të gjithë atyre që më kishin mbështetur për të rivlerësuar pozicionin tim politik dhe për të marrë së bashku një vendimarrje për atë që unë do përfaqësoja në të ardhmen në politikën shqiptare. Jemi sinqert, vendimi im ka qenë ashtu si është paraqitur në statusin e bërë publik, një vendim i konsultuar gjërësisht, jo një vendim i marrë nga ana ime personale, por sigurisht që duhet i jepja hapësirën, mundësinë dhe bashkëveprimin me të gjithë ato me të cilët unë kam punuar. Kam marrë kohën e nevojshme dhe kohën e mjaftueshme për të kryer një tur të plot, dhe ndoshta i kërkoj ndjesë edhe atyre faktorëve të cilët por që nuk arrita që t'i takoja të gjithë dhe tashmë ditët pas bërjes publike dhe kam komunikuar dhe kam sqaruar për gjithçka. Por ka qenë një vendim i cili besoj që ka qenë plotësisht i drejtë, ashtu siç ju e thatë, unë kam qenë një zë i fortë i mbrojtjes së kauzave të opozitës në tërësi, por dhe të kauzave të forcës politike kur unë isha pjesë dhe drejtoja dhe një strukturë për sigurinë publike. Kam mbështetur fort uniformat e këtij vendi nën siglën e asaj partie, por të bazuar mbi eksperiencën dhe përvojën time personale. Jam munduar të jem një zë i fort i gjithë problematikave
që kishin këto uniforma, sigurisht që pjesë e konsultimeve, jo të drejt për drejtave, po të mesazheve që ka marrë nga këto uniforma, ka qenë dhe ajo vendimarrje ku është parë largimi im nga publikimet dhe nga ngritja e shqetësimeve të vazhdueshme, se vërtet kam qenë tepër aktiv, por një kohë pat një pauzë dhe kjo u mor pas publikimit të listave si një shkëputje e dal nga politika e disa mesazheve që ishin falenderim për atë çfarë kisha bërë, por ishte edhe një kërkesë që mos të, ishte edhe një kërkesë që mos ta ndërprisja këtë rrugë, këtë zë për të qenë aktiv dhe për të ngretë shqetësimet dhe hallet dhe problemet dhe nevojat e uniformave në tërësi, pasi unë nuk është se kam patur një linjë të caktuar, por kryesisht jam munduar të përfshi nga zjarr fikset, nga policia, nga ushtria, nga policia bashkiake, e gjitha me radhë për të qenë zëri tyre dhe për të kërkuar mbështetje për këto uniforma. Pjesa politike dhe pjesa elektorale është pjesë tjetër, pastaj që ajo ka zënë një hapësirë. Që përpjekjet dhe angazhimit duhet të ishte vlerësuar të paktën me një vend në listën e hapur të kandidatëve për deputet, apo jo? Unë kam qenë në këtë studio me datë 11 mars, kur kam thënë që sot ishte dita që po planifikoheshe dhe po ndaheshin ekipet. Dhe unë kam thënë këtu, dhe kam qenë ullur në këto karike këtu, ku kam thënë që sot përcaktohet fitoria. Pse? Kauzat opozitare, qëndrimet opozitare, puna opozitare, është një tregues i qartë i vullnetit dhe i forcës që tregon opozita për të ardhur drejt pushtetit dhe për të jetësuar gjitha ato që i ka mbrojtur dhe i ka parë të padrejta nëpërmjet një ekipi dinjitoz të besueshëm tek qytetarët dhe kontributor gjatë gjithë kohës opozitare. Unë kam qenë një nga ata që nuk gjen një protestë që nuk kam qenë. Të organizuar dhe jo vetëm nga forca ime politike, jo vetëm nga Partia Demokratike, por dhe nga partitë e tjera opozitare. Kam vajtur në të gjitha protestat dhe të gjitha atë grumbullimet që janë bërë, qoftë nga forca ime opozitare, qoftë nga tjera. Kam marrë njerëz dhe jam munduar t'ju shpjegoj njerëzve mbi këtë rrugë dhe mbi këto shqetësime dhe pse duhet bashkohemi dhe çfarë synon bashkimi. Dhe pse duhet të bashkohemi për një kauzë të caktuar. Kam mbajtur qëndrime për politikat dhe këto mendoj që duhet përfshije, janë si puna një ekipi i cili përballet për një Champions League. Nëse ti përgatit gjatë gjithë sezonit 13, 14, 15 lojtarë, të cilët i mendon si ato të cilët do jenë pjesë e formacionit për ndeshjen finale, dhe ti në ndeshje finale merr tifozin që ka vesh bluzën e Mesit dhe e fut në fush, vetëm se ka bluzën veshur? Jo, ti në fush duhet fusësh Mesin. Ti në fush duhet fusësh njerëzit të cilët kanë luftuar me qytetarët, kanë luftuar për qytetarët, kanë ngritur shqetësimet për qytetarët, kanë mbrojtur interesat e forcës politike, kanë qenë opozitarë vërtet. Ti nuk mund të bësh qoka në ditën kur pretendon të rrezosh një qeveri e cila ka 12 vite në qeverisje. Dhe qeverisja e cila ka 12 vite në qeverisje bën ato që duhet ta bëj opozita. Fut lojtarë të ri, fut njerëz zëra publik, fut hap derën për të gjithë ato të cilët kanë një kontribut publik, kanë një zë publik dhe kanë një besueshmëri tek qytetarët. Faik, do të bashkëpunosh me Partinë Socialiste tani, sepse shumica e kauzave tuaja, probleme që kanë ngritur, ja adresohen faturës së qeverisë. Përse ky vendim? Ishte për ngjashmërinë ideologjike me PS-n? Ishte për mundësinë që mund të ofrojë kjo forcë? Shiko, unë nuk i kam thënë askujt që kërkoj një vend puna. Kauza ime nuk bëhet për vend puna. Nuk dua punë. Jam profesionist, kam gjitha mundësitë dhe hapësirat për qenë profesionist në detyrën time. Po, unë kam një objektiv. Të jap kontributin tim, të jap më të mirën time të mundshme për Shqipërinë, për qytetarët e këtij vendi dhe për atë ku unë kam punuar dhe ndjej që detyrë morale që të ngrej zërin e atyre që janë në pamundësi për shkak të detyrës që mbajnë. Por a mund të luftohet nga brenda ky sistem me shumë probleme? Sigurisht që
unë mendoj që qëndrimet e mia janë qëndrimet të cilat qëndrojnë dhe kërkojnë me patjetër të ngrihen, të kërkohen, të insistohet dhe të vendoset dorë me qëllim që të përmirësohen. Dhe kjo nuk ka asnjë lloj lëvizje nga qëndrimet e mia. Nëse një forcë e cila do të vinë pushtet nuk merr masa të tilla, nuk ka burime njerëzore, shpërdoron mundësinë për të përballur me njerëzit më besnik, më që kanë treguar më luftarak, ti sigurisht që betejën e ke humbur. Ti sigurisht që seriozitetin nuk e ke. Unë nuk kam marrë rrogë në parti. E kam bërë vullnetarë gjithë. E kam bërë sepse kam besuar që zëri im është i vlefshëm. Kam kandiduar përballë Metës sepse kam patur disa tezat mia që ndërto ishte edhe pjesa e uniformave. Se si duhet ndërhyrë tek uniformat, se si duhet mbështetur uniformat, se si duhet parë një plan afatgjat për ndërtimin e uniformave në Shqipëri, sepse pas ekonomisë, siguria është problem kryesor në këtë vend. Burgosja e Metës solli pasoja në organizimin partijak. Sot pa mëzojnë kryemadhi në SPAK, tha që aleat Metës po përhapin fjalë që zonja kryemadhi punon për PS-n. Po sigurisht që kanë ndikuar jashtë mase. Sigurisht që kanë ndikuar, sigurisht që organizimi ka xhetuar, sigurisht që ka shumë gjëra që nuk shkonin më. Dhe finalja është kur të ndërtosh ekipin, shifet se kush është qëllimi dhe kush janë objektiva. Qëllimi është që të mbajmë pozicionet dhe të humbim elektorat, apo të fitojmë elektoratin dhe të hapim dyert për një opozitë të fortë. Dhe drejt është një treguar që është mbyll dera për gjithë njerëzit e aftë, dhe është mbyll partia për të mbajtur disa pozicione që në fundit nuk kanë asnjë vlerë për qytetarët, por kanë një vlerë vetëm për ato persona të cilët i mbajnë ato pozicione. Se të takon ardhmërisë tënde politike, ku do të fokusohesh më së shumti? Unë kisha menduar, e thash edhe në fillim bisedës, e kam thënë dhe herë tjetër, kisha menduar që të tërhiqem nga politika. Sinqerisht mbeta i zgënjur, kontribut jashtëzakonshëm, përballje të forta, qëndrime të ashpra, kërkesë për të krijuar mundësi që të gjendet zgjidhje të shpejta edhe në kohën që unë isha në opozitë, por duke bërë analiza për t'i dhënë mundësinë edhe pushtetit që të vendorë dhe të shikojë që këto gjëra nuk shkojnë dhe pavarësisht se kush është qeverisje duhet parë, dhe mendoj që e kam bërë më së miri. Unë kisha menduar ndryshe për të ardhmen time në politikë. Por gjërat ngaherë nuk vinë ashtu siç ti mendon. Dhe ne duhet kemi plane patjetër rezervë për të përballur të gjitha të papritura, për të përballur të gjitha pabesitë, për të përballur me të gjitha mekanizmat që njihen rëndomt në politikë që krijojnë kurthe për të rrëzuar të gjithë njerëzit që i mendojnë që si kërcënim për pozicionet, por realisht të gjithë konkurenca duhet merret si një gjë e mirë dhe pozitive në partitë politike, sepse sa më shumë të ketë konkurrencë, aq më shumë ftohen për në bashkëpunim burime njerëzore, aq më shumë ngjall optimizëm te opozita dhe vetëm kështu përkthehesh në një ortek për të kthyer më vonë në një alternativë qeverisëse dhe për të fituar zgjedhjet. Por kur bllokohen gjithë dyert, kur bllokohen gjitha mundësitë, sigurisht që ti do bësh llogarit, ti do marrësh mendimin e miqve, shokëve dhe mbështetësve të tu, dhe ai mendim ka qenë që unë edhe për një gjë shumë të rëndësishme që unë e kam thënë dhe në kërkesën time drejtuar kryesisë që duhet jem atje për disa arsye dhe një ndër arsyet edhe komuniteti që unë përfaqësoj që ka qenë i papërfaqësuar asnjëherë në parlament dhe nuk është një komunitet i vogël, por është mjaft i gjerë që është mbi 40.000 banor. Dhe ato kanë të drejtën të kenë zërin e tyre, ato kanë të drejtën të kenë mbrojtjen e tyre, ato kanë të drejtën të kenë përfaqësinë e tyre në parlamentin e Shqipërisë, dhe kjo është mohuar nga gjitha forcat politike në gjithë historinë e politikës shqiptare,
Sigurisht që ka qenë një zonë e majtë dhe ashtu siç edhe unë e kam prejardhjen të majtë dhe jo më kot ju bashkova lëvizje për integrim pas shkëputjes nga uniforma sepse e shikoja si një lëvizje e cila do kontribonte për futjen e Shqipërisë sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe ky është qëllimi. Qëllimi është që Shqipëria të eci drejt Europës, Shqipëria të vazhdojë rrugën drejt Europës, Shqipëria të mos pengohet për interesat personale të asnjë lloj individi, kushdo qoftë ky. Askush nuk ka drejt të pengojë rrugën e Shqipërisë. Forcat politike nuk duhet të jenë ato të cilat përballen me njëra tjetrën kush e ndalon më shumë Shqipërinë, por forcat politike duhet të kenë vizionet e tyre dhe kush shikon më mirë, më qartë dhe kush e afron Shqipërinë më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Kjo është emergjenca që ka Shqipëria. Nuk është emergjenca vendi për një mandat, vendi për një pozicion, mbyllja e një force politike. Kush forcë politike kërkon të mbyllet, le të mbyllet se Shqipëria do vazhdoj dhe duhet të vazhdoj përpara. Jemi në kushtet kur ne duhet të lëmë çdo gjë tonën, gjitha interesat tona dhe duhet të bashkohemi për të mos u bërë pengesë. Nëse një ekip kërkon të bëhet pengesë, le ta anashkalohet dhe të qëndrojë me problemet e veta derisa t'i zgjidhë ato. Shqipëria duhet të ecë përpara. Dhe pyetja e fundit, çfarë pret nga Partia e Lirisë në këtë zgjedhje? Me thënë drejtën, nuk presa asgjë, i ka mbyll gjitha komunikimet. Në parë nga jashtë, po them, si dikush që e njeh për I kam dhënë kaq shumë kësaj force politike, i kam dhënë më të mirën që kam pas për t'i dhënë. Nuk jam i pishmanit as pak pse i kam dhënë. Ato të cilët u bën pengesë do ta shikojnë që kanë bërë një gabim shumë të madh, që tentuan dhe ngritën të gjitha kurthet e mundshme për të më lënë i jashtë. Tani unë pres që të marrin atë që kanë ndërtuar. Për atë për cilën kanë punuar. Nëse kanë punuar për sukses, do marrin sukses. Nëse kanë punuar për dështim, dështimi do i presi. E qartë. Fejk, shumë faleminderit që ishe me ne kënaqësi të bisedonim. Faleminderit ju. Mirë, do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio të flasim për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Unë kam në lidhje drejt për drejt teoricianin Arjanit Slamniku. Arjanit, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Si gjoj. Mirë, unë po nis me një pyetje nga Kosova, meqense ka zhvillime, do dalim pak tek Serbia dhe tek zhvillimet në botë, duket sikur ka dështuar në një farë forme edhe seanca konstituive e parlamentit. Çfarë po ndodh atje? Në fakt, unë kam paralajmëruar para se të filloj edhe fushata zgjedhore, se qeveri nuk do të ketë. Më para do e presim një qeveri në krye të presidentes Osmani, si shkak i një konflikti në rajon, i cili po pritet të ndodhë, se sa një qeveri të Kurti 3. Dhe duket se jem në atë rrugë pasi që sot PDK Presidenti merr detyrat kur vendi është në luftë apo jo? Këtë po nënkupton? Sigurisht, po. Edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, sepse jemi qeverisje parlamentare, po sistem parlamentar. Dhe vlerësoj që marrja e obligimeve nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, që është antikushtetuese, deputetët të jenë edhe pjesë e qeverisë, pa dhe ndërheqje pa rënë qeveria, kjo lë për të dëshiruar se Kosova do të ketë edhe një qeveri të re këtë Kurti 3. Në anën tjetër, unë shoh që edhe disponimi i kryeministrit Kurti, apo ish kryeministrit Kurti, sido që të jetë, nuk është që të kemi një qeveri me këta numrat të cilët tani më i ka arritur t'i ketë. Pra një qeveri minorancës, pra e minoritetit parlamentar. Dhe sepse është e rrezikshme edhe më shumë do t'i shkonte për shtati muaji i cili do të votohej presidenti apo presidentja e radhës, që do t'jetë shumë shpejt, se sa ndoshta interesat për votime të ligjeve apo çështje tjera
procedurale parlamentare. Pra, është duke u luajtur në lojën që të futemi edhe njerë në zgjedhje me qëllim të krijimit të një qeverie të shumicës absolute, me qëllim të kapërcimit dhe kalimit të gjitha propozimeve që ju vinë, dhe ndoshta edhe ndryshimeve kushtetuese, pse jo? Sepse ne kemi edhe një vendim të i parlamenti dhe të shumicës e këtyre deputetëve të cilët ishin dhe të cilët janë akredituar si deputet, të cilët e kanë votuar gjykatën speciale për t'i quar krerët e UÇK-s në Hagë, për t'i dënuar. Tani të njëjtit thrasin për një gjykatë jo të sinqert e tjerë. Pra është një dyftyrësi e kësaj kaste politike që luan me dy karta. Pra, kemi edhe vendimet e cilat do të duhej të mireshin në mandatin e qeverisjes e cilat do të vije, e që është edhe shfuqizimi i kësaj gjykate. Ndërkohë, Arenit Sejtakon, po themi zhvillimeve në rajon, është folur për ministrat e rinj të Vučić, për ministrinë e pakicave kombëtare është propozuar një shqiptar anti-shqiptar, pra është e çuditshme, Dem Berisha, mos gaboj. Ne kemi dhe materialet fotografike dhe filmike të këtij anti-shqiptari, mund t'i paraqesim nga regjia në rast se i ka, por gjithashtu edhe të një ministri të qeverisë i cili vite më parë digjte flamurin e Bashkimit Evropian në një kohë që Serbia synon antarësimin atje, apo jo? Kush janë këta ministra? Bratović është ai i cili e dogji flamurin e Bashkimit Evropian në qendër të Beogradit para ca viteve, dhe i cili njihet si një prorus edhe një pronacionalist i madh serb. Ky është Demo Berisha. Ky që po e shohim këtë profil, ky është nga Peja e Kosovës, i cili shkollimin e tij ka kryer në Beograd dhe në Novi Sad. Tani jeton në Subotic të Vojvodinës dhe ka marrë detyra. E ka edhe një shoqat në Thojza që promovon dhe përfaqëson në Thojza përsëri qytetarët e shqiptarët në Serbi. Pra, është një nonsens, por kështu kanë luajtur radikalet. Ky është një krah i djallti ultra radikalit Vojislav Šešelj, e që është pjesë edhe Vučić i pjesë e tij. Çfarë tezash ka ai për shqiptarët që duhet jetojnë në Serbi? Po, jo vetëm kaq, ai ka idenë që Kosova duhet edhe është pjesë e Serbisë, besa ai e citon Kosova dhe Metohia. Ndërkohë, çfarë dihet tjetër për këtë personazh? Ka qenë edhe pjesë e strukturave të shërbimit serb të viteve 90-ta. Ky ka bë edhe dome dhe tortura shqiptarëve në Pej dhe në rrafshin e Dugaxhinit në Beçan. Ky ka qenë pjesë e strukturave të asaj kohe dhe i cili sot gëzon një pension dhe të drejta të plota në Serbi në emër të promovimit të çështjes shqiptare dhe të promovimit të një bashkëjetese në Thojza shqiptare, se asgjë s'ka ndodhur në 98-99, andaj duhet të pajtohemi dhe të harrojmë të gjitha. Ai harron edhe deportimin e kufomave shqiptare, të cilat janë varrose, janë zhvarros nëpër Serbi. Qindra mira viktima të shqiptarëve të masakruar, të përdhunuar. Na para 2-3 ditësh e patëm edhe paraqitjen e parë të një burri, një mashkulli shqiptar të Kosovës, të cilin e kishin përdhunuar forcat serbe. Pra është një burr që ka dalë me figurë dhe emër. Dhe këto për figurën dhe profilin e tij janë asgjë incidente të vogla të cilat duhet harrohen. Nuk mund me harru në ato se çfarë ka ndodhur. Pa marrë parasysh që edhe kryeministri juaj e boni skandalin e radhës para 2-3 ditësh, duke vendosur postulatin e OKB-s për Kosovën në citimin e simbolit të saj në konferencë që u mbajt në Tiranë. Pra këto idiotësi
të Dem Berishës dhe Edi Ramës në Kosovë nuk shiten mo. Aranit, se i takon ministrit që dogji flamurin e Bashkimit Evropian, çfarë mund të themi? Nuk e di nëse regjia e ka dhe videon. Po, e kam dërgu videon, Po, është ky momenti. Kjo është videoja, po, kjo është momenti kur ky e djeg flamurin e Bashkimit Evropian, para pothuajse 10 viteve në një protestë. Kjo është protesta e cila është mbajtur në mbështetje të Rusisë dhe në kundërshtim të Bashkimit Evropian dhe vlerave perëndimore evropiane të Serbisë dhe për Serbi. Aktualisht çfarë pozicioni ka ky individ? Ky është ministri i informacionit tani, është emëruar si ministër i informimit, që për çudi dhe për ndoshta rastësi apo jo, të njëjtën pozitë Aleksandar Vučić e ka pasur në kohën e Miloševićit. Pra ministri i informacionit dhe propagandës, kuptohet. Pra këto janë lojra, unë vlerësoj diçka tjetër që maksimumi i kësaj qeverie ka qenë muaji korrik i kësaj qeverie të re të Vučićit. Muaji korrik është qeverisja më e gjatë që mund ta përjeton kjo qeveri. Ndërkohë, Aranit ka patur edhe zhvillime të tjera në arenën ndërkombëtare. Në Shtetet Bashkuara është diskutuar futja në fuqi e ligjit ushtarak. Si ta kuptojmë diçka të tillë, në çfarë regjimi mund futen Shtetet Bashkuara? Dhe çfarë do të nënkuptojë për qytetarët e thjeshtë dhe për gjithë botën? Para se të ndodh nënshkrimi i futjes së ligjit ushtarak në SBA, me 24 prill, kështu po pritet, 24 prilli është data kur do të futet ligji ushtarak në fuqi në SBA. Paraprakisht ka ndodhur edhe 2 ngjarje në botë. Një është goditja financiare që ju ka dhënë dollarit amerikan nga monedhat digjitale e juanit kinez. Pra Kina zyrtare e ka zyrtarizuar monedhën e saj digjitale. Është lloj kriptovalute apo thjesht monedhë digjitale? Është valutë shtetërore që e zaventson monedhën e letrës. Sepse tani gjithçka është gati për një lancim të digital të monedhave globale. Por jo të dollarit digital. Kjo është e çuditshmja, sepse qytetarët amerikanë dhe administrata amerikane nuk po e pranon një dollar digital. Andaj sistemi SWIFT, në të cilin bota ka transakcione financiare, sistemi bankar i SWIFT-it po bie dhe po ngritet ai po zëvendësohet me atë digital. Nënkupton me automatizëm se disa prej valutave botërore do të psojnë goditje fatale. Ajo është dollari amerikan dhe jo askush tjetër, pos dollarit amerikan. Në anën tjetër kemi edhe kërcënimet të cilat po vijnë nga Irani për Izraelin dhe cenimi i mbylljes së ngushticës në deltin arabik, në gadishullin arabik janë dy ngushtica e Hormuzit, më falni, se tash më ranë mend. Që është edhe kjo pjesa tjetër është ndërmjet Jemenit edhe Xhibutit, ngushtica e tyre atje. Pra këtë ngushticën ku është Irani dhe pjesa e Emiratave të Bashkuara Arabe, Irani dëshiron dhe më tonë ta mbyll një anshëm, por kjo është edhe shkelje të drejtave ndërkombëtare për shfrytëzimin e ujrave ndërkombëtar, sepse aty kanë qasje më shumë se një shtet. Dhe çtu vlerësoj se do të nis. Por Gjoi, për t'i dhënë fund kësaj analize, do të kemi parasysh se
në momentin kur fillon sulmi ndaj Iranit, do të kemi domino efekt edhe në çështje tjera në nivel global, edhe atë financiar. Kush do ta sulmojë Iranin? Vlerësoj se Irani do të sulmohet edhe nga SBA-t edhe nga Izraeli. Dhe këtu pritet edhe prandej edhe presidenti Trump e ka bë këtë udhëzimin ekzekutiv të përgatitjes futjes në fuqi të ligjit ushtarak dhe abrogimit të ligjit civil. Pra ligjet civile mund të me Iranin u nis dhe një proces negociator për marrëveshjen bërtamore, mund të funksionojë? Nuk i shkon për shtati kjo Izraelit, sado që të nisën këto negociator nga... Nuk i shkon për shtati Izraelit. Izraeli i ka synimet e saja dhe Netanyahu, ju e patë dhe vizitën e fundit të pa paralajmëruar të Netanyahu tek Trump, për shkak të vetëm një çështjeje, për shkak të rivendosjes së fuqisë ushtarake të Turqisë në Siri. Kryesisht në Palmira, në aeroportin ushtarak në Palmira. Dhe kjo nënkupton se ka rrshi interesave amerikane për një paqe, apo administratës amerikane në krye me Trump për një paqe absolute në botë, si në Ukrainë, si në lindjen e mesme dhe kudo, Izraelitët e kanë planet e tyre të cilat do të duhej dhe do të mëtojnë t'i shtyjnë përpara. Pa marrë parasysh dëshirave të presidentit Trump. Pra, unë vlerësoj se Irani do të jetë i sulmuar nga Izraeli dhe pastaj me forcë, me dhunë, dhe pa dëshirën e saj Amerika do të kyçet në këtë rrugtim në mbrojtje në pojza të Izraelit. Shikoni pjesën e Europës tani. Dite më përpara NATO-ja nuk po e merr më, nuk e ka më kuptimin edhe qëllimin e themelimit të saj. Krijimi i aleancave të reja në Ballkanin Perëndimor, ndërmjet Kroacisë, Slovenisë, Turqisë, Kosovës, Bosnjës, Shqipërisë, dhe anën tjetër mëtimi i krijimit të aleancave të Serbisë me Hungarinë, me Slovakinë dhe të tjerat, nënkupton se kanë humbur sensi dhe ka humbur ai shpirti besnik brenda NATO-s, brenda aleancës. Po e shohim edhe lëvizjet e Francës edhe Gjermanisë, pavarësisht intensave dhe dëshirave dhe sugjerimeve e rekomandimeve amerikane. Po NATO-ja e ka humb kuptimin më. Hipotetikisht të themi kështu. Në rast se futet në luftë dy forcat ushtarake të Aleancës Veriatlantike të NATO-s, shembull konkret, Turqia dhe Greqia. Për cilën anë do të anohet neni 5 i Aleancës Veriatlantike të NATO-s. Që nëse sulmohet një shtet i NATO-s, nënkupton se është sulmuar e tërë Aleanca. Edhe në rastin e Izraelit me Turqinë, do të aktivizojnë nenin 5 Amerika kundër Izraelit në mbrojtje të Turqisë, sepse është aleancë e NATO-s? Absolutisht vjen shprehje. Pra kjo nënkupton se NATO-ja e ka humb qëllimin dhe e ka humb përmbajtjen dhe besueshmërinë brenda shteteve aleate. E qartë. Arjanit, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedojmë. Merci, faleminderit shumë. Mirë, miq, shkëputemi për pak reklama dhe kthehemi pas pak në studio. Kthehemi në studio, në këtë pjesë të fundit do të flasim për Big Brother VIP. Unë kam lidhje të drejt për drejt, ish banorin Torosin, që është dhe mik i mirë i programit tonë. Toros, shumë faleminderit që e gjete kohën edhe në kusht të udhëtimi. Pa problem. Kënaqësi gjithmonë të rikthehem top. Toros, unë bëj nisë bisedën nga dasma e shumë përfolur e Gjestit dhe Egdit. Çfarë të bëri përshtypje, një surprizë për të gjithë? Parë kemi nevojë për dasma dhe kemi nevojë të ndërmë dovi, sepse duke parë mesazhet
që kemi parë në rrjetet sociale janë të tërë. Dhe kjo nuk na ndriçon. Besoj se njerëzit që kanë një logjik nuk mund të arrijnë deri në këtë pikën e urrejtjes. Dasma ishte shumë e bukur për Elvin. Shqyrë zotin dhe më besoni që bëhet qefi, që ja arriti të veshë ato rrobat e bardha, por tash sa pash një video të publikuar që Gjesi e kthen gjithmonë me ato shakate të i duke thënë e kena gabu gruza, sepse kemi gabuar grupë, si burri është zgjumë e gjumi, ka gruja shakohen gjumë. Në ditën e parë të martesës tha që kemi bërë gabim. Pas kemi bërë gabim. Si ai ja ka shkruar një herë Jozit, që tha, kjo nusja jote ka nusja televizionin, këtë që është ti, tha, edhe kjo të shi e nusja televizori për momentin, këtë që është ai nuk e besoj se mund të zjasi as vera ta të vjen bashkë. Unë ja uroj, të nuk besoj. Ai sa të tali, ai do ketë nevojë të ushqime, rehabilitim dhe të nëse do ta fitoj, kjo parasysh, sepse shikoj që janë dy gjëra, fitove Eglin të s'në fitosh Bigin, për arsye me telepati po flas me telepati, për arsye fitove Eglin, por te Bigu ishe kokë në kokë në Ozanën, me vota, Gjesi ka qenë kokë në kokë në Ozanën. Por ama në këtë moment çfarë kemi? Kemi që fansat e Jozit janë bërë me Rozanën dhe i bjen automatikisht fitoria e Rozanës në këtë moment, sepse nëse vota publikut është vota publikut, po i them që fitoria i bjen me matematikë po flasim. I bjen që fiton Rozana Radi, se janë dopjo. Derisa të qenë kokë në kokë, sot të gjithë fansat e Jozit edhe më beso në ato rrjete sociale, edhe ato që keni parë dhe ju, është që fansa pasta në fjallë, ka dhe Jozi fansat e tij, nuk janë gjithë pro asaj që ka ndodhur, që unë nuk dua ta përsëris në fjallë, ajo që ndodhi të na japi dhe një mësim, unë nuk do t'i quaj fajtor të dy, ajo të në nxjerrë mësim si popull, ku kemi ne gabimet tona dhe që riforcohemi më shumë, që të ecim drejt një bashkimi me një dashuri sinqert. Përveç se ato pam disa gabime që përçarje, urrejtje, edhe nuk janë të mira që nuk na shoqërojnë. Se dikush shkon të ato shprehje, ne jemi ashtu si na don armiku, jo. Ne do demonstrojmë për më mirë, dhe këtë na shërbej një mësim që të jemi për një bashkim më të bukur. Nuk është po nxjerr fjalë të bukura, po janë fjalë shpirtërore. Ndërkohë, Toro sjepe reagimin e Jozit, ka hequr gjestin nga Instagrami, e pam ndërkohë të festonte edhe me miqtë e tij duke kënduar. Mos të lënë investimi më i mirë në jetë, mbas trupit të mas trupit, është mirësia. Mos të lënë njeri pa mirësi, apo jo, që kjo është një urë do më thënë se po feston, shpresoj të mbyllet ajo, edhe do më pëlqente, do më pëlqente tek ajo dasma kishte Jozi në rolin e priftit. Por sepse do ishte shumë e bukur për një pajtim, por nuk do ishte në këtë ndarje. Legioni e qau, nuk pa hitë të presë Legionit, si që bën gjithmonë Legioni, ato, të themi dhe Legionit pas këmbën e marë në martove neve se ndjelëm rrugëve, o presë atë një të njësi. E pa shumë bukur, edhe shpresoj të shkojnë gjërat sa për më mirë, mos i hedhin benzin, se kemi parë shumë gjëra që nuk na shkojnë si kom. Ne jemi bashkë me gjithëlla, ne zdo të ketë kufi në asmi, jo se jam bu mesazhe të tjera, po zdo të ketë kufi në asmi, edhe në Maqedonësit, edhe në Grekët, me këtë gjëra, shkojnë ty në dalin, dashuri, kapin në një tjetërin. Që shkjo urrejtje që unë nuk më pëlqen ta kem si frazë atë fjalë, urrejtje. Toros, po lajmet nga shtëpia po flasin se çifti ka hequr unazat, kanë përshtypjen në fillim Gjesti, me sa po lexoj. Çfarë të bën përshtypje, ne sa e folëm edhe në minutat e para të intervistës për sherr në ditën e parë të martesës. Nuk janë gjëra të bukura këto, por Gjesti ka thënë atë,
është nëse televizori, ajo nuk është mund të zgjasin e shumë. Më bëj qefi për egzin e shkret, nuk du të thënë egzin e shkret, por egzi mund të kalon të një traumë. Shiko, se ka luftuar për të pasur ato rrobat e bardha, në beso. Edhe më është bërë shefi si për motrën time, edhe sepse nuk ka motrë, por edhe më është bërë shefi ka mamë. Edhe ku e kam kritikuar për një gjë të pasër. Për një gjë që e kam kritikuar të ndronë të ndryshon të cilë, por e kam kritikuar për sepse ureja nga një person. Kemi parë disa gabime, ashtu si gjesti ka gabimet e ti, gjesti është krejtarë, që të nxjerr nga vetja, të provokon, i ka nxjerr njerëzit me zartëzi, bravo, i qoftë në kërësit. Por ama një gjest që ka shumë gabime, që do themi gjesti 24 vjeç, ai e ka gjithë ti, thotë, jam pa shkollë. Okej, je pa shkollë, po shejtan budalla nuk na bë dot të burr, ke parasysh. Kuptoni, ato thënie të nshonti, ato ofendime të nshonti. Gjëcia, se fletoj gjëcia, nuk është zot një zjerë këto, por më mirë flasim për atë dasmën dhe tash e dion se dy gjys mjaltë se e parasysh. Shpresojmë që shkojmë më mirë me të, sa të themi egzit neve, kjo është dasëm televizioni, hajt mo. Dërgo, Toros, çfarë pret në rrugën drejt finales? Kë sheh si favorit me gjithë zhvillimet e fundit? Shiko, di shketi bën një që të ndajt aje, edhe të dali si lojtar, ke parasysh, sepse dhe Zoti s'të jep të dyja, edhe grua edhe fitore. Ta themi kështu si me s'ka si. Por i them që gjesti luftot deri në pikë fundit, sepse asnjë nuk ka hequr titullin luftëtar, por po them, nëse fiton, do fitosh kundër dy personave, pancave të Rozit dhe pancave të Jozit, se pancat e Jozit janë kundër të reja. Nëse fiton, ora tash ta urojmë në gjithë shpirtin e suksese dhe do kujtohesh. Do kujtohesh për shakat, do kujtohesh për edhe budalliqet, por do kujtohesh sepse ju të dy me Jozin na dhat një mësim, na dhat një diçka që ne të nxjerrim mësim dhe të raforcohemi si popull. Se të jemi shpirti këtu me distancë, mos përdosim si politekare. Beson se mund të pajtohen prapë ata të dy? Do të ishte era e dytë nëse ndodh. Tjetër, shiko, ka qenë një dikur Anton Sheta që pajton të gjak në këtë rasisti, e në mos pajtojnë, kjo është një shaka, një ta zbusin, kjo është një incident, ata të dy nuk prezentojnë, njëri s'prezentojnë Kosovë, tjetëri s'prezentojnë Vatikanin, kupton të i themi të gjak. Ajo është private, përhosja e krytit është private. Në një falje, kërkosh i falje, jo me brek në dorë, po në një falje zyrtare, në një konferencë shtypi, në shumë të shëmësi për shqiptarët edhe kujdo ku janë, që e kanë votuar dhe e duan gjestin, kjo është që të në fjalët e mia për të ditë të trazuara, për të orë të trazuara që kanë ndodhur. Toros, ndërkohë, debatet kaluan edhe në, po themi ullit pa nevojshëm, siç ishte debati Shqipëri-Kosovë, shqiptarët këtej dhe andej kufirit, ishte një idiotizëm i madh i atyre që e promovuan këtë ndarje përmes komenteve në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale, shtetet japin miliona për ato, si thënë, statuset falso. Nuk është e bukur kjo nuk është e bukur, nuk ka shkon tradit neve që të flasim kjo, por duke lexuar e duke parë dy kryeministra nuk shkojnë mirë njëri tjetrin, kur ne i vim traun, vëllezërve tanë, morin, ne nuk të shkeli kufi, ndelën tunel, sepse kemi dhe ne gabimet tona, ose politikanë, ose si janë bërë, këtë është se nuk dhe të pus politikën të mes. Tjerët ndelën tunel, kur ka trafik për të ardhur, për të shijuar dhe atë detin e tyre, sepse punë është dhe deti tyre. Këto nuk në shkojnë. Ashtu si shta dojë mikë, nuk duhet të ekzistoj këtë frasë. Ne jemi bashkë, ne flasim i gjuhë, ne kemi këtë traditë. Në Instagram jemi i lirë, në Instagram jemi të lasë, në Instagram jemi dardanët,
në Facebook-a, me gjithë me historitë e Malimenës që tregon për rënët kombit e në te, e sot ne urrejmë o lezosh sa komente që thonin, e këta na urrejnë më shumë bashkë, as serbët nuk i kritikojnë kaq shumë sa neja. Nuk është bukur kjo. Jo më kjo, jemi bashkë, hajde aty, dera po afron, së bashku me të gjitha anët në gjithë, që do harrohet, edhe të pajtohen, edhe të bëjmë një darkë fuqishme si që ka i e topit, se topi fundi fare është një platformë e kanë qenë që bashkon njerëzit, jo të ndajë. Topi është për bashkimin, është lajmi, është një mënyrë, jo sepse po i bëjmë reklam, sepse është një kanal që s'ka nevojë për reklam. Toros, si ishe si lojtar Eglin dhe Laertin, i përmendëm më pak se Rozanën dhe Gjestin. Si Laerti ka dhe ato mesazhe në vjetësh Laert, por ke dy persona shumë më të fuqishëm se vetja. Që kanë ke dy persona që kanë marrë zemrat e publikut. Edhe nuk besoj se mund të fitosh. Shumë respekt për të gjitha ato që ke treguar. Do mbajsh mend si Laerti sa apo, do mbajsh mend si sa tjetri u mbajt mend nxirri Luanin Keqemami. Për sa do mbajsh mend? Të do ta kritikoj pse s'ndërhyri. Pse s'ndërhyri sa ty ishte, do ta kritikoj. Të them pse s'ndërhyri kur pa. Të di ti. Jo, po do ta kritikoj, nuk kuptoj, unë e di. Asnjëri s'e di tash. E pan çunë huaj në tokë. Asnjëri. Jo, po ne nuk ndërhyrim. Ç'është që nuk ndërhyrim. Po lëre tash. Ta kalojmë për sipër. Ta kalojmë për sipër, të na shërbej për këto janë gabimet tona, po okay, kjo ndodhi me këtë urrëtim, po shumë bukur. Këto do t'i analizojmë dhe t'i sistemojmë. Kjo është një ndërhyrim, këto janë opinionet e mia të sinqerta kundrejt një kombi që adhuroj, kundrejt një kombi që i marr larmimin e tij në të burgjet e diktaturës, për duke i shërbyer flamurit shqiptar, për ta parë flamurin me familjen europiane, me familjen e NATO-s. Kjo është ajo që shuria ime që kam bërë kom. Toros, Egli ndërkohë i theu të gjitha pritshmërit duke shkuar në finale dhe a mbaron këtu po themi suksesi i saj? E di si thënë si ato një 5-4 ta kalojmë, një 5-4, sepse ishte për 4, ishte për dalje, ishte Berta Bixhari, ajo Bornesha, ajo gangsterja që ndërhyri dhe kapi dorën dozë dhe çapo ajozit. E qapo bon, në pan film. Të tjerë të shmangën, ose të tjerë kanë analizuar dhe këta, mos Jozef, sepse ajo nuk ishte e kryuar, mos do ke thënë dhe erdi me Rozanën, dhe dhe thënë që shika, mos kryu godit, e si fiton vitima, sepse e ka fitore në dorë, mund të ketë fitore në dorë, se me gjithë një publik u angazhua u solidarizuar me gestin. Apo jo. Pastaj, shikojmë natën e finales, që është shumë e plagë. Do mblidhen fansat e Jozit me fansat e Rozanës e t'japin, sepse ato mund të japin. Vota e publikut është numër, është matematik. Besoj, kjo fitore me gjak. Nëse fiton gesti, suksese. Egli do të kishte dalë, e di tash mo. Egli mori një fitore, ato dasmën e saj, dasmën me rrobat e bardha. E qartë. Mirë, Toros, falenderoj shumë edhe njerë që ishe me ne kënaqësi të bisedojmë. Shpresoj të jemi në kurse më të mirë në fjallë nga vitet dhe nesër. Do kemi mundësi se do t'jetë edhe finalja, shumë falenderit, mik. Mirë miq, i falenderoj dhe ju që në ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakojmi nesër si gjithë një në orën 13, dhe atëherë që ndronin Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit.